Në një laborator në shtetin Louisiana, në zemër të pëllit të panjohur për shumicën e njerëzve, një reze lazer udhëton përmes një tuneli vakum me gjatësi 4 kilometra, duke u pasqyruar përmes pasqyrash të suspenduara me një precizion që të i kalon çdo gjë që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë më parë. Këto pasqyra, secila me peshë 20 kg, varen në fije të hollë silici, të izoluara nga çdo dridhje e tokës, nga çdo lëvizje e ajrit, nga çdo fladje e erës që mund të ndikojë në matjen. Distanca midis pasqyrave matet me një saktësi që arrin në 1/100 miliardës së metrit, një shkallë kaq e vogël sa që i gjithë galaktika jon, nëse do të zvoglohej në matësinë e një atomi, do të kishte ende dimensione më të mëdha se ndryshimi që ky instrument mund të zbulojë. Në një mëngjes të shtatorit të vitit 2016, kjo reze lazer filloi të dridhet në një mënyrë që asnjë dridhje tjetër nuk mund ta shpjegonte. Një lëvizje kaq e vogël, saqë nëse do të zmadhohej në shkallën e sistemit diellor, do të ishte sa largësia midis tokës dhe hënës. Shkencëtarët që shikonin ekranet e tyre nuk besonin në atë që shihnin, sepse ajo dridhje nuk vinte nga toka, nuk vinte nga asnjë burim lokal, por nga një ngjarje që kishte ndodhur 1,3 miliard vjet më parë, kur dy vrima të zeza, secila me masë 30 herë më të madhe se dielli ynë, u përplasën në një galaktik të largët dhe dërguan një val përmes vetë strukturës së hapësirës dhe kohës. Kjo dridhje, kjo lëvizje e paimagjinueshme e pasqyrave, ishte prova e parë direkte e valve gravitacionale, një parashikim që Albert Einstein kishte bërë 1 shekull më parë, por që ai vetë kishte dyshuar nëse do të mund të zbulohen ndonjëherë. Valet gravitacionale nuk janë si valet e dritës apo valet e ujit. Ato nuk udhëtojnë përmes hapësirës, por janë vetë hapësira që dridhet, që zgjatohet dhe të kurret, që lëkundet si sipërfaqja e një liçeni kozmik kur një gur hidhet në të. Kur dy vrimave të zeza u përplasen, ato çlirojnë një sasi energjie kaq të madhe, saqë për një moment të shkurtër, për një thjesht të vogël të sekondës, ato rexatojnë më shumë energji se të gjitha ijet e dukshëm në univers të marra së bashku. Kjo energji nuk shkon në dritë, nuk shkon në grimca, por në vetë strukturën e realitetit, në indin që lidh çdo pikë të hapësirës me çdo pikë tjetër, në atë që ne e quajmë hapësirë kohë. Dhe kur kjo val arrim në tokë, 1,3 miliard vjet më vonë, ajo kalon përmes planetit ton, përmes trupit ton, përmes çdo atomi që na përbën, duke na zgjatur dhe të kurur me një sasi kaq të vogël, saqë asnjë instrument tjetër, përveç këtij detektori gjigant, nuk mund ta zbulojë. Por këtu fillon diçka e çuditshme, diçka që shkencëtarët nuk e diskutojnë shpesh në konferencat e tyre shtypi, diçka që e bën këtë zbulim jo vetëm një triumf teknologjik, por një paradoks filozofik që godet në zemër të asaj që ne e quajmë kohë. Kur ne themi se kjo val erdhi nga një ngjarje që ndodhi 1,3 miliard vjet më parë, ne po përdorim një gjuhë që supozon se e kaluara ekziston në një farë mënyre, se ajo është një vend real nga i cili diçka mund të vijë. Por sipas të gjitha teorive tona më të mira të fizikës, e kaluara nuk ekziston. Ajo nuk është një vend, nuk është një dimension ku mund të shkosh, nuk është një arkiv kozmik ku ngjarjet ruhen. E kaluara është thjesht një përshkrim i një gjendjeje të sistemit që nuk është më e pranishme, një konfiguracion i grimcave që ka ndryshuar, një model i energjisë që është transformuar. Kur ne themi se diçka ndodhi në të kaluarën, ne po themi se gjendja aktuale e universit mban gjurmë të një gjendjeje të mëparshme, por vetë ajo gjendje e mëparshme nuk ekziston askund, në asnjë vend, në asnjë dimension. Pra, kur valet gravitacionale arrin në detektorin ton, çfarë po arrin saktësisht? Nëse e kaluara nuk ekziston, si mund të na dërgojë diçka? Nëse ajo përplasje e vrimave të zeza ndodhi 1,3 miliard vjet më parë, dhe ajo kohë nuk ekziston më, atëherë në çfarë kuptimi ajo përplasje ndodhi? Fizikanët do të thonë se valet gravitacionale janë një shtrembërim i hapësirës kohës që përhapet me shpejtësinë e dritës, dhe kjo është e saktë. Por kjo përgjigje nuk e zgjidh paradoksin, ajo thjesht e zhvendos atë. Sepse nëse hapësira koha është një strukturë 4-dimensionale, ku e kaluara, e tashmia dhe e ardhmja janë të gjitha pjesë të së njëjtës strukturë, atëherë në çfarë kuptimi koha rrjedh? Në çfarë kuptimi ne lëvizim nga e kaluara drejt së ardhmes? Dhe nëse ne nuk lëvizim,
Nëse e gjithë historia e universit ekziston si një strukturë statike 4-dimensionale, atëherë pse ne përjetojmë vetëm një moment në një kohë, vetëm një pjesë të vogël të kësaj strukture? Kjo pyetje nuk është vetëm filozofike, ajo ka pasoja të drejtpërdrejta për mënyrën se si ne kuptojmë realitetin. Nëse koha nuk rrjedh, nëse e kaluara dhe e ardhmja ekzistojnë në të njëjtën mënyrë si e tashmia, atëherë çdo gjë që ka ndodhur ndonjëherë dhe çdo gjë që do të ndodhë ndonjëherë ekziston tani, në këtë moment, në një farë kuptimi. Vdekja e dinosaurëve, lindja e Sokratit, shpikja e internetit, fundi i diellit ton, të gjitha këto ngjarje janë po aq reale sa momenti që ti po lexon këto fjalë. Ato nuk janë në të kaluarën apo në të ardhmen, ato janë në vende të ndryshme të një strukture 4-dimensionale që ne e quajmë univers. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja pse nuk mund ta ndalim kohën bëhet edhe më e çuditshme, sepse nëse koha nuk rrjedh, atëherë nuk ka asgjë për të ndaluar. Ajo që ne e quajmë rrjedhja e kohës mund të jetë thjesht një iluzion i krijuar nga mënyra se si truri ynë përpunon informacionin, një artefakt i ndërgjegjes son që na bën të mendojmë se ne po lëvizim përmes kohës, kur në fakt ne jemi thjesht pjesë e një strukture statike që nuk lëviz askund. Por le të shkojmë edhe më thellë në këtë paradoks, le të eksplorojmë atë që fizika na tregon për natyrën e kohës në nivelin më fundamental. Imagjino se ti je një foton drite, një grimce vetme e rrezatimit elektromagnetik që lind në sipërfaqen e një ili të largët dhe udhton përmes hapësirës kozmike për miliarda vjet, derisa përfundimisht godet retinën e syrit tënd. Nga perspektiva jote si foton, sa kohë kalon midis momentit kur ti linde në yll dhe momentit kur ti arrin në sy? Sipas teorisë së relativitetit të kufizuar të Einsteinit, përgjigja është 0. Për fotonin, për çdo grimc që udhton me shpejtësinë e dritës, koha nuk kalon fare. Nga perspektiva e fotonit, lindja e tij në yll dhe arritja e tij në sy ndodhin në të njëjtin moment, pa asnjë intervall kohor midis tyre. Kjo nuk është një metaforë, kjo nuk është një mënyrë e thjeshtuar e të folurit, kjo është një pasojë e drejtpërdrejtë e ekuacioneve të relativitetit, një fakt i vërtetuar nga mijëra eksperimente. Tani, nëse ti je ky foton dhe ti udhton nga një galaktikë e largët që është 10 miliard vjet dritë larg, atëherë nga perspektiva jote, e gjithë historia e universit ndodh në një moment të vetëm. Lindja e galaktikës, formimi i yjeve, shpërthimi i supernovave, lindja e sistemit diellor, shfaqja e jetës në tokë, evolucioni i dinosaurëve, ngritja e qytetërimeve njerëzore, ndërtimi i teleskopëve që të zbulojnë, të gjitha këto ngjarje ndodhin në të njëjtin moment nga perspektiva jote si foton. Nuk ka para, nuk ka pas, nuk ka gjatë, ka vetëm një moment i vetëm, një tani i përjetshëm ku gjithçka ndodh njëkohësisht. Dhe kjo nuk është vetëm e vërtet për fotonët. Kjo është e vërtet për çdo grimc që udhton me shpejtësinë e dritës, për çdo valë elektromagnetike, për çdo rrezatim kozmik që mbush universin. Por këtu vjen paradoksi që e bën këtë eksperiment mendor kaq të fuqishëm. Nëse për fotonin koha nuk ekziston, nëse e gjithë historia e universit ndodh në një moment të vetëm nga perspektiva e tij, atëherë në çfarë kuptimi koha ekziston fare? Nëse ne mund të gjejmë një sistem referimi, një perspektivë nga e cila koha nuk rrjedh, atëherë rrjedhja e kohës nuk mund të jetë një tipar fundamental i realitetit. Ajo duhet të jetë diçka relativ, diçka që varet nga perspektiva jon, nga shpejtësia jon, nga pozicioni ynë në univers. Dhe nëse koha është relativ, nëse ajo ndryshon në varësi të perspektivës, atëherë ajo nuk mund të jetë një dimension absolut, një strukturë objektive që ekziston pavarësisht nga ne. Ajo duhet të jetë diçka më e ndërlikuar, diçka që lind nga marrëdhënia midis sistemeve të ndryshme, midis perspektivave të ndryshme. Kjo përfundim na çon në një pyetje edhe më të thellë. Nëse koha nuk ekziston për fotonin, por ekziston për ne, atëherë çfarë është ndryshimi midis nesh dhe fotonit? Përgjigjja e thjeshtë është se ne kemi masë dhe fotoni nuk ka. Ne nuk mund të udhtojmë me shpejtësinë e dritës, sepse për ta bërë këtë do të na duhej një sasi e pafundme energjie për të përshpejtuar masën tonë në atë shpejtësi.
Por kjo përgjigje nuk e shpjegon pse masa krijon përvojën e kohës. Pse fakti që ne kemi masë na bën të përjetojmë kohën si një rrjedhje, si një sekuencë ngjarjesh që ndodhin njëra pas tjetrës? Çfarë është në natyrën e masës që krijon këtë iluzion të rrjedhjes së kohës? Dhe nëse është një iluzion, atëherë çfarë është realiteti që fshihet pas këtij iluzion? Për të kuptuar këtë, ne duhet të shkojmë edhe më thellë në natyrën e realitetit, në nivelin ku mekanika kuantike fillon të na tregojë gjëra që sfidojnë çdo intuit që ne kemi për kohën dhe hapësirën. Në vitin 1922, fizikani danez Niels Bohr dhe studenti i tij Werner Heisenberg kryen një seri eksperimentesh që do të ndryshonin përgjithmonë mënyrën se si ne kuptojmë realitetin. Ata dërguan elektrone, grimca të vogla me masë, përmes dy çarjeve të ngushta në një ekran, dhe vëzhguan modelin që këto elektrone krijonin kur goditnin një ekran detektues në anën tjetër. Ajo që ata zbuluan ishte kaq e çuditshme, kaq e papritur, saqë edhe sot, një shekull më vonë, fizikanet ende debatojnë për kuptimin e saj. Kur elektronet kalonin përmes dy çarjeve, ato nuk krijonin dy vija në ekran, siç do të prisnim nëse ato ishin thjesht grimca të vogla që kalonin përmes njërës çarje apo tjetrës. Në vend të kësaj, ato krijonin një model interferimi, një seri vijash të ndritshme dhe të errëta që janë karakteristike të valve, jo të grimcave. Ishte sikur çdo elektron kalonte përmes të dyja çarjeve në të njëjtën kohë, duke interferuar me vetveten, duke krijuar një model që vetëm valët mund ta krijojnë. Por kur shkencëtarët vendosën detektor pranë çarjeve për të parë se përmes cilit çarje kalonte çdo elektron, diçka edhe më e çuditshme ndodhi. Modeli i interferimit zhduku. Elektronet filluan të silen si grimca normale, duke kaluar përmes njërës çarje apo tjetrës, duke krijuar dy vija në ekran, jo një model interferimi. Kjo zbulim ishte kaq e çuditshme, saqë vetë Einsteini refuzoi ta pranonte. Ai tha se Perëndia nuk luan me zare, se duhet të ketë një shpjegim më të thellë, një teori më fundamentale që do të shpjegonte këtë sjellje të çuditshme. Por të gjitha eksperimentet që janë bërë atëherë, mijëra eksperimente me precizion gjithnjë më të madh, kanë konfirmuar të njëjtin rezultat. Grimcat kuantike nuk janë as grimca, as val. Ato janë diçka më e çuditshme, diçka që silet si val kur nuk vëzhgohet dhe si grimc kur vëzhgohet. Dhe ajo që përcakton se si ato sillen nuk është një tipar i grimcës vet, por akti i vëzhgimit, akti i matjes, akti i ndërveprimit me një sistem tjetër. Por çfarë ka kjo të bëjë me kohën? Gjithçka. Sepse nëse grimcat kuantike nuk kanë një gjendje të përcaktuar derisa ato maten, atëherë e kaluara e tyre nuk është e përcaktuar derisa ne e vëzhgojmë. Kur ne matim një elektron dhe zbulojmë se ai kaloi përmes çarjes së majt, ne nuk po zbulojmë një fakt që ekzistonte para matjes. Ne po krijojmë atë fakt përmes aktit të matjes. Para matjes, elektroni nuk kaloi as përmes çarjes së majt, as përmes çarjes së djathtë. Ai kaloi përmes një superpozicioni të dyja gjendeve, një gjendje që nuk ka analog në përvojën tonë të përditshme. Dhe kjo do të thotë se e kaluara nuk është një sekuencë fikse ngjarjesh që ndodhen në një mënyrë të caktuar, por një superpozicion i të gjitha mënyrave të mundshme që ato mund të kenë ndodhur. Një superpozicion që kolapson me një histori specifike vetëm kur ne e vëzhgojmë. Kjo ide, e njohur si interpretimi i Kopenhagenit i mekanikës kuantike, sugjeron se koha nuk është një sekuencë objektive ngjarjesh që ndodhin pavarësisht nga ne, por një sekuencë matjesh, një sekuencë ndërveprimesh midis sistemeve kuantike. Çdo matje krijon një moment të ri, një tani të ri, duke kolapsuar superpozicionin e të gjitha historive të mundshme në një histori specifike. Dhe kjo do të thotë se ajo që ne e quajmë rrjedhja e kohës mund të jetë thjesht sekuenca e këtyre kolapseve, sekuenca e këtyre matjeve, sekuenca e këtyre ndërveprimeve. Nuk ka një kohë absolute që rrjedh pavarësisht nga ne. Ka vetëm një sekuencë ndërveprimesh që krijon iluzionin e rrjedhjes. Por kjo ngre një pyetje edhe më të çuditshme. Nëse koha është një sekuencë matjesh, atëherë çfarë ndodh midis matjeve? Çfarë ndodh kur asnjë sistem nuk po ndërvepron me asnjë sistem tjetër? Sipas mekanikës kuantike, midis matjeve, sistemi evoluon sipas ekuacionit të Schrödingerit,
një ekuacion që është plotësisht deterministik dhe plotësisht i kthjeshëm në kohë. Kjo do të thotë se nëse ne do të mund të dinim gjendjen e plotë të një sistemi kuantik në një moment, ne do të mund të parashikonim gjendjen e tij në çdo moment tjetër, si në të ardhmen, ashtu edhe në të kaluaren. Evolucioni kuantik nuk ka një drejtim të preferuar kohor, nuk ka një shigjet kohe që tregon nga e kaluara drejt së ardhmes. Është vetëm kur ndodh një matje, vetëm kur sistemi ndërvepron me një sistem tjetër, që kjo simetri thyhet dhe një drejtim kohor shfaqet. Kjo na çon në një paradoks të thellë. Nëse ligjet fundamentale të fizikës janë simetrike në kohë, nëse ato funksionojnë po aq mirë kur koha rrjedh përpara sa kur ajo rrjedh prapa, atëherë nga vjen shigjet e kohës që ne përjetojmë? Pse ne kujtojmë të kaluarën, por jo të ardhmen? Pse vezët thyhen, por nuk mblidhen përsëri? Pse ne plakemi, por nuk ringjallemi? Këto pyetje na çojnë në një fushë tjetër të fizikës, në termodinamik, në studimin e ngjehtësisë dhe energjisë, në ligjet që qeverisin sjelljen e sistemeve me shumë grimca. Në mesin e shekullit të 19, fizikanët zbuluan një ligj që dukej se theu simetrinë kohore të fizikës. Ky ligj, i njohur si ligji i dytë i termodinamikës, thotë se entropia e një sistemi të izoluar gjithmonë rritet me kalimin e kohës. Entropia është një masë e çrregullimit, e rastësisë, e shpërndarjes së energjisë në një sistem. Kur një vezë bie dhe thyhet, entropia e sistemit rritet, sepse molekulat e vezës që ishin të organizuara në një strukturë të rregullt, tani janë të shpërndara në një model të çrregullt. Kur një kub akulli shkrihet në një gotë ujë, entropia rritet, sepse molekulat e ujit që ishin të ngurta dhe të organizuara, tani janë të lëngshme dhe më të çrregullta. Kur një yll digjet dhe shpërthen në një supernovë, entropia rritet, sepse energjia që ishte e përqendruar në bërthamën e yllit, tani është e shpërdar në hapësirën kozmike. Ky ligj duket se na jep një shigjet kohe, një drejtim të preferuar nga e kaluara drejt së ardhmes. E kaluara është gjendja e entropisë së ulët. E ardhmja është gjendja e entropisë së lartë. Dhe e tashmja është diku në mes. Ne kujtojmë të kaluarën sepse truri ynë është një sistem me entropie të ulët që regjistron gjurmë të gjendjes së mëparshme. Dhe ne nuk kujtojmë të ardhmen sepse ajo është një gjendje e entropisë së lartë që nuk ka lënë ende gjurmë në trurin ton. Vezët thyen, por nuk mblidhen përsëri, sepse një vezë e thyer është një gjendje me entropie më të lartë se një vezë e plotë. Dhe ligji i dytë i termodinamikës thotë se entropia gjithmonë rritet. Ne plakemi, por nuk ringjallemi, sepse trupi ynë është një sistem që akumulon dëmtime, që rritet në entropie, që lëviz nga një gjendje organizuar drejt një gjendje më të çrregullt. Por këtu vjen një paradoks i ri, një paradoks që ka munduar fizikanët për më shumë se një shekull. Ligji i dytë i termodinamikës nuk është një ligj fundamental si ligjet e mekanikës kuantike apo ligjet e relativitetit. Ai është një ligj statistikor, një ligj që del nga sjellja e një numri të madh grimkash, jo nga sjellja e grimcave individuale. Çdo grimc individuale, çdo atom, çdo molekul lëviz sipas ligjeve që janë plotësisht simetrike në kohë. Nëse ti do të mund të shikoje një film të një atomi të vetëm që lëviz dhe përplaset me atome të tjerë, ti nuk do të mund të thuash nëse filmi po luhet përpara apo prapa. Ligjet e lëvizjes së atomit funksionojnë po aq mirë në të dyja drejtimet kohore. Pra, si mund një ligj që nuk ka drejtim kohor në nivel mikroskopik të krijojë një ligj që ka drejtim kohor në nivel makroskopik? Si mund një koleksion grimkash, secila prej të cilave lëviz sipas ligjeve simetrike në kohë, të krijojë një sistem që ka një shigjet kohe të qartë? Përgjigja qëndron në numrat, në statistikën, në faktin se ka shumë më shumë mënyra për një sistem të jetë i çrregullt se sa të jetë i rregullt. Kur ti hedh një vezë në dysheme, ka triliona mënyra që molekulat e vezës mund të shpërndahen në një model të çrregullt. Por ka vetëm një numër shumë të vogël mënyrash që ato mund të organizohen në një vezë të plotë. Prandaj, thjesht nga probabiliteti, sistemi do të lëviz nga gjendja e rrallë e organizuar drejt gjendjeve të shumta të çrregullta. Por kjo shpjegim ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse ligji i dytë i termodinamikës është vetëm një ligj statistikor,
atëherë ai nuk është absolut. Duhet të ketë raste, edhe nëse janë jashtëzakonisht të rralla, ku entropia zvoglohet, ku një vezë e thyrë mblidhet përsëri, ku një kub akulli formohet spontanisht në një gotë ujë të ngrohtë. Këto ngjarje quhen fluktuacione termike dhe ato ndodhin në fakt në shkallë mikroskopike gjatë gjithë kohës. Në një gotë ujë, molekulat lëvizin në mënyrë të rastësishme dhe ndonjëherë, thjesht nga shansi, një grup molekulash mund të lëvizë në të njëjtën drejtim, duke krijuar një fluktuacion të vogël në temperaturë apo presion. Por në shkallë makroskopike, shansi që një vezë e thyrë të mblidhet përsëri është kaq i vogël saqë ne nuk do ta shihim kurrë, edhe nëse do të pritonim për një kohë më të gjatë se mosha e universit. Kjo na çon në një pyetje kozmologjike. Nëse entropia gjithmonë rritet, atëherë universi duhet të ketë filluar në një gjendje me entropi shumë të ulët. Në momentin e shpërthimit të madh, 13 miliard e 800 milion vjet më parë, universi ishte në një gjendje me entropi jashtëzakonisht të ulët, një gjendje ku e gjithë materia dhe energjia ishte e përqendruar në një pikë të vogël, të nxehtë, të dendur. Që atëherë, universi ka qenë duke u zgjeruar, duke u ftohur, dhe entropia e tij ka qenë duke u rritur vazhdimisht. Yjet kanë lindur dhe kanë vdekur, galaktikat janë formuar dhe janë shpërndar, vrimave të zeza kanë gëlltitur materie dhe ka rrezatuar energji, dhe në çdo hap të këtij procesi, entropia totale e universit ka rritur. Por pse universi filloi në një gjendje me entropi kaq të ulët? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të hapura në kozmologji. Nëse ligji i dytë i termodinamikës thotë se entropia gjithmonë rritet, atëherë gjendja filjestare me entropi të ulët duhet të ketë qenë jashtëzakonisht e rrallë, jashtëzakonisht e paimagjinueshme. Shansi që universi të fillojë në një gjendje të tillë, thjesht nga rastësia, është kaq i vogël saqë ai është praktikisht zero. Pra, duhet të ketë një shpjegim, një mekanizëm, një ligj më fundamental që shpjegon pse universi filloi në këtë mënyrë. Dhe nëse ne mund të gjejmë këtë shpjegim, ne mund të kuptojmë jo vetëm pse entropia rritet, por edhe pse koha duket se rrjedh nga e kaluara drejt së ardhmes. Disa fizikanë kanë propozuar se gjendja filjestare me entropi të ulët është një pasojë e ligjeve të gravitacionit kuantik, një teori që ende nuk e kemi plotësisht, por që do të bashkojë mekanikën kuantike me relativitetin e përgjithshëm. Sipas këtyre teorive, në momentin e shpërthimit të madh, hapësira dhe koha vetë mund të kenë lindur nga një fluktuacion kuantik, një ngjarje e rastësishme në një strukturë më fundamentale që ne ende nuk e kuptojmë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë shigjet e kohës, rrjedhja e kohës nga e kaluara drejt së ardhmes, është një pasojë e kësaj gjendjeje filjestare, një pasojë e faktit se universi filloi në një gjendje jashtëzakonisht të rrallë dhe që atëherë ka qenë duke lvizur drejt gjendjes më të zakonshme, më të çrregullt. Por kjo shpjegim ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse koha është vetëm një pasojë e rritjes së entropisë, nëse ajo është vetëm një mënyrë që ne përshkruajmë lëvizjen e universit nga një gjendje e rrallë drejt një gjendje të zakonshme, atëherë në çfarë kuptimi koha është reale? Nëse ne do të mund të krijonim një sistem me entropi në rënje, a do të mund të krijonim një sistem ku koha rrjedh prapa? Dhe nëse ne do të mund të ndaluam rritjen e entropisë, a do të mund të ndalunim kohën? Këto pyetje na çojnë në zemër të paradoksit që po eksplorojmë. Nëse koha është një iluzion, një pasojë e rritjes së entropisë, atëherë ndalimi i kohës do të kërkonte ndalimin e rritjes së entropisë. Por ligji i dytë i termodinamikës thotë se entropia e një sistemi të izoluar gjithmonë rritet, pra ndalimi i saj do të kërkonte që sistemi të mos jetë më i izoluar, që ai të ndërveprojë me një sistem tjetër në një mënyrë që zvoglon entropin totale. Por kjo do të ishte një shkelje e ligjit të dytë, një shkelje që nuk është kurrë vëzhguar në natyrë. Pra, nëse ne nuk mund të ndalojmë rritjen e entropisë, ne nuk mund të ndalojmë kohën, të paktën jo në kuptimin që ne zakonisht e kuptojmë. Por ka një mënyrë tjetër për ta menduar këtë problem, një mënyrë që vjen nga kozmologjia, nga studimi i universit në shkallë të madhe. Kur ne shikojmë galaktikat e largëta përmes teleskopëve tanë, ne zbulojmë se ato po largohen nga ne, se hapësira midis tyre dhe nesh po zgjerohet. Kjo zgjerim nuk është si një shpërthim ku galaktikat po lëvizin përmes hapësirës, por si një zgjerim i vetë hapësirës, një rritje e distancës midis çdo pike të hapësirës dhe çdo pike tjetër.
Dhe, sa më larg është një galaktik, aq më shpejt ajo po largohet, një marrëdhënie e njohur si ligji i Hubble't, i zbuluar në vitin 1929 nga astronomi amerikan Edwin Hubble. Ky zgjerim i hapësirës ka një pasojë të çuditshme për kohën. Nëse hapësira po zgjerohet, atëherë në të kaluarën ajo ishte më e vogël, dhe nëse ne shkojmë mjaft larg në të kaluarën, ne arrim në një moment kur e gjithë hapësira ishte e përqendruar në një pikë të vetme, një moment që ne e quajmë shpërthimi i madh. Por ky moment nuk është një moment në kohë në kuptimin e zakonshëm, sepse para këtij momenti nuk kishte kohë, nuk kishte hapësirë, nuk kishte asgjë që ne do të mund ta quajmë para. Koha vetë lindi në shpërtimin e madh, së bashku me hapësirën, së bashku me materjen, së bashku me energjinë. Pra, kur ne pyesim çfarë kishte para shpërtimit të madh, ne po bëjmë një pyetje që nuk ka kuptim, sepse para është një koncept kohor, dhe koha nuk ekzistonte para shpërtimit të madh. Kjo ide se koha lindi në shpërtimin e madh na jep një perspektivë të re për natyrën e kohës. Nëse koha nuk ekzistonte gjithmonë, nëse ajo lindi në një moment të caktuar, atëherë ajo nuk është një strukturë absolute, një dimension që ekziston pavarësisht në universi. Ajo është një tipar i universit, një pasojë e zgjerimit të hapësirës, një mënyrë që ne përshkruajmë evolucionin e universit nga një gjendje fillestare drejt gjendjes aktuale. Dhe nëse koha është një tipar i universit, jo një strukturë absolute, atëherë pyetja, pse nuk mund ta ndalim kohën, bëhet një pyetje për natyrën e universit, për ligjet që qeverisin zgjerimin e hapësirës, për forcat që shtojnë galaktikat lart njëra tjetrës. Zgjerimi i universit nuk është i njëtrajtshëm, ai nuk ndodh me të njëjtën shpejtësi kudo. Në disa rajone ku ka shumë materie, gravitacioni ngadalson zgjerimin, duke krijuar struktura si galaktikat dhe tufa galaktikash. Në rajone të tjera, ku ka pak materie, zgjerimi është më i shpejt, duke krijuar boshleqe të mëdha kozmike, ku ka shumë pak yje apo galaktika. Dhe në shkallë edhe më të madhe, zgjerimi i universit po përshpejtohet, një zbulim i bërë në fund të viteve 90 që i solli çmimin Nobel fizikanëve që e zbuluan. Kjo përshpejtim sugjeron se ka një formë energjie, e njohur si energjia e errët, që po shtyn hapësirën të zgjerohet më shpejt, duke mposhtur forcën e gravitacionit që po përpiqet ta ngadalsojë atë. Nëse zgjerimi i universit po përshpejtohet, atëherë në të ardhmen galaktikat do të largohen nga ne më shpejt, derisa përfundimisht ato do të largohen më shpejt se shpejtësia e dritës. Kjo nuk do të thotë se galaktikat po lëvizin përmes hapësirës më shpejt se drita, por se hapësira midis nesh dhe tyre po zgjerohet më shpejt se sa drita mund të udhtojë përmes saj. Kur kjo ndodh, ne nuk do të mund t'i shohim më ato galaktika, sepse drita e tyre nuk do të mund të na arrijë. Universi i dukshëm do të kurret, duke na lënë të izoluar në një ishull kozmik të rrethuar nga një oqean i pafund hapësire që po zgjerohet më shpejt se sa ne mund ta eksplorojmë. Por çfarë do të thotë kjo për kohën? Nëse zgjerimi i universi po përshpejtohet, nëse hapësira po zgjerohet më shpejt, atëherë në një kuptim, koha po përshpejtohet gjithashtu. Distanca midis ngjarjeve po rritet, intervali midis momenteve po zgjerohet, dhe në të ardhmen e largët, kur zgjerimi do të jetë kaq i shpejt saqë asgjë nuk do të mund të ndërveprojë me asgjë tjetër, koha mund të humbas kuptimin e saj. Nëse nuk ka ndërveprime, nëse nuk ka matje, nëse nuk ka ndryshime, atëherë në çfarë kuptimi koha po kalon? Nëse universi arrin në një gjendje ku entropia është maksimale, ku e gjithë energjia është e shpërndarë në mënyrë të barabartë, ku nuk ka më struktura, nuk ka më yje, nuk ka më jetë, atëherë koha do të ndalojë në një kuptim, sepse nuk do të ketë më ndryshime për të matur, nuk do të ketë më ngjarje për të numëruar. Kjo gjendje, e njohur si vdekja termike e universit, është fati përfundimtar i universit sipas teorive tona aktuale. Por para se të arrijmë atje, para se universi të arrijë në këtë gjendje të ftohtë, të errët, të pajetë, ne kemi miliarda vjet për të eksploruar, për të zbuluar, për të kuptuar natyrën e kohës dhe realitetit. Dhe pyetja që na udhëheq në këtë eksplorim nuk është vetëm pse nuk mund ta ndalim kohën, por çfarë është koha në radhë të parë? Nga vjen ajo? Pse ne e përjetojmë atë në mënyrën që e bëjmë? Dhe çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku koha mund të jetë vetëm një iluzion, një pasojë e diçkaje më të thellë, më fundamentale,
më të çuditshme se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Начинаем с того, как древние мыслители пытались понять природу времени. Переходим к Ньютону и абсолютному времени. Затем к революции Эйнштейна и, наконец, к квантовой механике, которая разрушила последние иллюзии о времени как независимой сущности. Описываем эксперимент Джона Уиллера, где выбор наблюдателя в настоящем определяет прошлое фотона, путешествовавшего миллиарды лет. Это переломный момент в понимании причинности и времени. Разворачиваем концепцию блок Вселенной, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, а поток времени — лишь особенность нашего сознания. Погружаемся в то, как человеческий мозг конструирует восприятие времени через нейронные процессы, память и предсказания, создавая иллюзию непрерывного потока. Завершаем исследованием того, что означает иллюзорность времени для понятий свободы воли, ответственности, смысла жизни и человеческого существования в целом. На немунджестов тот-то дветорит-то витит тречинде-тетхете тет параэра сон, на чутетине Атинес, не плак ме эмрин Платон, улей на копштине академисати, да шиконте хиене не пеме челевистен гадальм бимурине барт годинес. А и въжгонте се си хиан дришонте форм ме калимине орве, se si ajo zgjatej në mëngjes, shkurtohej në mesditë dhe përsëri zgjatej në mbrëmje. Dhe ai pyeste veten se çfarë ishte kjo lëvizje, çfarë ishte ky ndryshim që ne e quajmë kohë. Për Platonin, koha ishte një imazh i lëvizshëm i përjetësisë, një pasqyrim i papërsosur i një realiteti më të lartë, ku gjithçka ekziston në një tani të përjetshëm, pa ndryshim, pa lëvizje, pa vdekje. Bota që ne shohim, bota e hijeve dhe formave, është vetëm një kopje e kësaj bote ideale. Dhe koha është mënyra se si ne përjetojmë këtë kopje. Mënyra se si ne lvizim përmes këtyre hijeve, duke menduar se po lvizim përmes realitetit. Por studenti i tij, Aristoteli, nuk ishte dakord. Për Aristotelin, koha nuk ishte një imazh i diçkaje tjetër, por një masë e lvizjes, një numërim i ndryshimit, një mënyrë për të përshkruar se sa shumë ka ndryshuar një sistem nga një gjendje në një tjetër. Koha nuk ekziston pa lvizje, thoshte Aristoteli, sepse nëse asgjë nuk lviz, nëse asgjë nuk ndryshon, atëherë nuk ka asgjë për të matur, nuk ka asgjë për të numëruar, nuk ka asgjë që ne mund ta quajmë kohë. Kjo debat midis Platonit dhe Aristotelit, midis kohës si iluzion dhe kohës si realitet, do të vazhdonte për më shumë se 2000 vjet, duke kaluar përmes mendimtarëve të mesjetës, përmes filozofëve të rilindjes, derisa në shekullin e 17, një matematikan anglez me emrin Isaac Newton propozoi një ide që do të dominonte fizikën për 3 shekuj të ardhshëm. Newtoni imagjinoi kohën si një lum i pafund që rrjedh me shpejtësi konstante, pavarësisht nga çdo gjë që ndodh në univers, pavarësisht nga lvizja e planetëve, nga rrotulimi i yjeve, nga jeta dhe vdekja e qenieve të gjalla. Kjo kohë absolute, kjo kohë që rrjedh me të njëjtën shpejtësi kudo në univers, ishte themeli i mekanikës së tij, themeli i ligjeve që përshkruanin lvizjen e trupave, rënjen e molve, orbitën e hënës rreth tokës. Për Newtonin, koha ishte një dimension i pavarur, një strukturë që ekzistonte para universit dhe do të vazhdonte të ekzistonte pas tij, një sken ku ngjarjet luanin, por që vetë nuk ndikohej nga këto ngjarje. Kjo ide e kohës absolute ishte kaq e fuqishme, kaq intuitive, kaq në përputhje me përvojën tonë të përditshme, saqë askush nuk e vuri në dyshim për më shumë se 2 shekuj. Por në fillim të shekullit të 20, një zyrtar patentash në Bern, një i ri me emrin Albert Einstein, filloi të mendoj për një eksperiment mendor që do të shkatëronte këtë ide përgjithmonë. Einstein imagjinoi se çfarë do të ndodhte nëse ai do të mund të udhëtonte me shpejtësinë e dritës, nëse ai do të mund të ndjekte një rrezë drite dhe të shikonte botën nga perspektiva e saj. Sipas mekanikës së Newtonit, drita do të dukej e ngrirë, e palevishme, sepse nëse ti po udhëton me të njëjtën shpejtësi si drita, atëherë nga perspektiva jote, drita nuk po lviz. Por kjo nuk ishte kuptim, sepse ekuacionet e Maxwellit, ekuacionet që përshkruanin sjelljen e dritës dhe elektromagnetizmit, tregonin se drita gjithmonë udhëton me të njëjtën shpejtësi, pavarësisht nga shpejtësia e burimit apo e vëzhguesit. Nëse ti po qëndron në vend
dhe matë shpejtësinë e dritës, ti do të gjesh një vlerë të caktuar, rreth 300.000 km/sekond. Dhe nëse ti po udhton me gjysmën e shpejtësisë së dritës dhe matë përsëri, ti do të gjesh të njëjtën vlerë. Jo një vlerë më të vogël siç do të prisnim nga mekanika e Newtonit. Kjo ishte një paradoks i thellë, një kontradikt midis dy teorive që të dyja dukeshin të sakta, dhe Einstein e kuptoi se zgjidhja kërkonte një revolucion në mënyrën se si ne mendonim për hapësirën dhe kohën. Në vitin 1905, ai publikoi një artikull që do të ndryshonte fizikën përgjithmonë. Një artikull që propozonte se koha nuk është absolute, se ajo nuk rrjedh me të njëjtën shpejtësi për të gjithë, se ajo varet nga shpejtësia jote, nga pozicioni yt, nga fusha gravitacionale ku ti ndodhesh. Sipas teorisë së relativitetit të kufizuar, nëse dy njerëz po lvizin me shpejtësi të ndryshme, ata do të përjetojnë kohën në mënyrë të ndryshme. Nëse ti po udhton me një raket me shpejtësi shumë të lartë, afër shpejtësisë së dritës, koha për ty do të ngadalsohet krahasuar me kohën për dikë që po qëndron në tokë. Nëse ti udhëton për një vit me këtë shpejtësi dhe pastaj kthehesh, ti do të zbulosh se në tokë kanë kaluar 10 vjet, 20 vjet, madje 1 shekull, në varësi të shpejtësisë tënde. Kjo nuk është një iluzion, kjo nuk është një efekt i perceptimit. Kjo është një tipar real i kohës, një pasojë e faktit se koha dhe hapësira nuk janë dy gjëra të ndara, por dy aspekte të së njëjtës strukture, një strukturë që ne e quajmë hapësirë-kohë. 10 vjet më vonë, në vitin 1915, Einsteini shkoi edhe më larg, duke propozuar teorinë e relativitetit të përgjithshëm, një teori që tregonte se gravitacioni nuk është një forcë që vepron në distancë, por një lakore e hapësirës kohës që krijohet nga prania e masës dhe energjisë. Kur dielli qëndron në qendër të sistemit diellor, ai nuk tërheq planetet me një forcë të padukshme, por ai lakon hapësirën kohën rreth tij dhe planetet lëvizin përgjatë kësaj lakore, përgjatë rrugës më të shkurtër përmes kësaj hapësire të lakuar. Dhe kjo lakore nuk prek vetëm hapësirën, por edhe kohën. Afër një objekti masiv si dielli apo një vrimë e zezë, koha ngadalsohet krahasuar me kohën larg nga ai objekt. Nëse ti do të mund të qëndroje në sipërfaqen e një ili neutronik, një objekt kaq i dendur saqë një lujë çaji e materialit të tij do të peshonte sa një mall në tokë, koha për ty do të kalonte më ngadalë se koha për dikë që po qëndron në tokë. Nëse ti do të mund të qëndroje në horizontin e ngjarjeve të një vrime të zezë, në kufirin ku as drita nuk mund të shpëtojë, koha për ti do të ndalonte plotësisht nga perspektiva e dikujt që po të vëzhgon nga larg. Kjo nuk është një metaforë, kjo është një parashikim i drejt për drejt i ekuacioneve të Einsteinit, një parashikim që është verifikuar nga mijëra eksperimente, nga matjet e orëve atomike në satelit, nga vëzhgimet e dritës që vjen nga ijet që rrotullohen rreth vrimave të zeza. Por edhe kjo teori revolucionare, edhe ky kuptim i ri i kohës si një dimension që mund të lakohet, të zgjatet, të tkurret, nuk e zgjidhi pyetjen themelore. Çfarë është koha në radhë të parë? Pse ajo duket se rrjedh nga e kaluara drejt së ardhmes? Dhe pse ne nuk mund ta ndalojmë, ta kthejmë, ta kontrollojmë në mënyrën që ne kontrollojmë lëvizjen tonë përmes hapësirës? Këto pyetje do të bëheshin edhe më të mprehta me ardhjen e mekanikës kuantike, një teori që do të zbulonte se në nivelin më fundamental të realitetit, koha nuk sillet në mënyrën që ne presim, se ajo nuk është një dimension i thjesht përmes të cilit ngjarjet ndodhin, por diçka më e çuditshme, më e ndërlikuar, më e paimagjinueshme. Në vitin 1979, fizikani amerikan John Wheeler propozoi një eksperiment mendor që do të çonte paradoksin e kohës në një nivel të ri. Ai imagjinoi një version të eksperimentit të dy qarjeve, ku vendimi për të matur se përmes cilit qarje kalon fotoni nuk merret kur fotoni kalon përmes qarjeve, por pas kësaj, kur fotoni tashmë ka kaluar dhe po udhton drejt detektorit. Në versionin klasik të eksperimentit, ne vendosim detektor pranë qarjeve dhe matim se përmes cilit qarje kalon fotoni. Dhe kjo matje shkatëron modelin e interferimit, duke bërë që fotoni të sihen si një grind, jo si një val. Por në eksperimentin e Wheelerit, ne nuk vendosim detektor pranë qarjeve, ne I vendosim ata në fund të rrugës, pas pikës ku fotoni tashmë ka kaluar përmes qarjeve. Dhe këtu vjen pjesa e çuditshme.
Nëse ne vendosim detektorët në një mënyrë që matë se përmes cilit qarje kaloi fotoni, atëherë fotoni do të sihen si një grimc, edhe pse vendimi për ta matur u mor pas momentit kur ai kaloi përmes qarjeve. Dhe nëse ne vendosim detektorët në një mënyrë që nuk matë se përmes cilit qarje kaloi, atëherë fotoni do të sihen si një val, duke krijuar një model interferimi, edhe pse ai tashmë ka kaluar përmes qarjeve. Kjo do të thotë se vendimi në të tashmen përcakton sjelljen e fotonit në të kaluarën, se ajo që ne zgjedhim të matim tani ndikon në atë që ndodhi më parë. Kjo nuk është vetëm një eksperiment mendor, kjo është një eksperiment që është kryer në laborator të vërtet, me fotone të vërtet, dhe rezultatet janë saktësisht ato që Weyler parashikoi. Në vitin 2007, fizikanet francez kryen një version të këtij eksperimenti, ku fotoni udhëtonte për më shumë se 150 metra para se vendimi për ta matur të merrte, dhe rezultatet ishin të njëjta. Vendimi në të tashmen përcaktoi sjelljen e fotonit në të kaluarën, edhe pse ajo e kaluara kishte ndodhur mikrosekondat më parë. Por Weyler shkoi edhe më larg. Ai propozoi një version kozmik të këtij eksperimenti, ku fotoni nuk udhëton për 150 metra, por për miliarda vjet drite. Imagjino një foton që lind në një kuazar të largët, një objekt jashtëzakonisht i ndritshëm në skajin e universit të dukshëm, 10 miliard vjet drite larg. Ky foton fillon të udhëtojë përmes hapësirës kozmike, duke kaluar përmes galaktikave, përmes rreve të gazit dhe pluhurit, derisa përfundimisht arrin në sistemin ton diellor dhe godet një teleskop në tokë. Por në rrugën e tij, ky foton kalon pranë një galaktike masive që vepron si një thjerrës gravitacionale, duke lakuar rrugën e fotonit në dy rrugë të mundshme, njëra nga njëra anë e galaktikës dhe tjetra nga ana tjetër. Kjo është saktësisht analoge me eksperimentin e dy qarjeve, por në shkallë kozmike. Fotoni mund të kalojë nga njëra anë e galaktikës, mund të kalojë nga ana tjetër, ose, sipas mekanikës kuantike, ai mund të kalojë nga të dyja anët në të njëjtën kohë, në një superpozicion të dyja rrugëve. Tani, kur ky foton arrin në teleskop, ne mund të vendosim se si ta matim atë. Nëse ne vendosim detektorët në një mënyrë që matë se nga cila anë e galaktikës erdhi fotoni, atëherë fotoni do të silen si një grimc, duke zgjedhur njëra rrugë apo tjetrën. Dhe nëse ne vendosim detektorët në një mënyrë që nuk matë se nga cila anë erdhi, atëherë fotoni do të silen si një val, duke kaluar nga të dyja anët dhe duke krijuar një model interferimi. Por këtu vjen paradoksi që e bën këtë eksperiment kaq të fuqishëm. Vendimi ynë për se si ta matim fotonin merret tani, në këtë moment, në këtë teleskop në tokë. Por fotoni filloi udhëtimin e tij 10 miliard vjet më parë, kur universi ishte vetëm 3 miliardë e 800 milion vjet i vjetër, kur toka nuk ekzistonte, kur sistemi diellor nuk ishte formuar, kur galaktika jon ishte ende një re e gazit dhe pluhurit. Pra, si mund vendimi ynë tani të ndikojë në atë që ndodhi 10 miliard vjet më parë? Si mund zgjedhja jon për se si ta matim fotonin të përcaktoj se nga cila anë e galaktikës ai kaloi, kur ai kaloi përmes asaj galaktike miliarda vjet para se ne të ekzistonim? Kjo pyetje na çon në zemër të paradoksit të kohës në mekanikën kuantike. Sipas interpretimit të Kopenhagenit, fotoni nuk kaloi as nga njëra anë, as nga ana tjetër e galaktikës derisa ne e matëm atë. Para matjes, ai ishte në një superpozicion të dyja rrugëve, një gjendje që nuk ka analog në përvojën tonë të përditshme, një gjendje ku të dyja mundësitë ekzistojnë njëkohësisht. Dhe kur ne e matëm fotonin, ne kolapsuam këtë superpozicion në një histori specifike, në një rrugë specifike që fotoni mori. Por kjo do të thotë se historia e fotonit, rruga që ai mori përmes universit, nuk ishte e përcaktuar derisa ne vëzhguam atë. E kaluara e fotonit, 10 miliard vjet e udhëtimit përmes hapësirës kozmike, nuk ekzistonte në një formë të përcaktuar derisa ne bëm matjen. Kjo nuk është vetëm një ide filozofike, kjo është një pasojë drejt për drejt e mekanikës kuantike, një pasojë që është verifikuar nga eksperimente të panumërta. Dhe nëse kjo është e vërtet për një foton, atëherë ajo duhet jetë e vërtet për çdo grimës kuantike, për çdo atom, për çdo molekul,
për çdo objekt në univers. E kaluara nuk është një sekuencë fikse ngjarjesh që ndodhen në një mënyrë të caktuar, por një superpozicion i të gjitha historive të mundshme. Një superpozicion që kolapson në një histori specifike vetëm kur ne e vëzhgojmë. Kjo ide ka pasoja të thella për natyrën e kohës. Nëse e kaluara nuk është e përcaktuar derisa ne e vëzhgojmë, atëherë në çfarë kuptimi ajo ekziston? Nëse historia e universit nuk është një sekuencë objektive ngjarjesh, por një superpozicion i të gjitha sekuencave të mundshme, atëherë çfarë do të thotë të thuash se diçka ndodhi në të kaluarën? Dhe nëse e kaluara krijohet nga vëzhgimi ynë, atëherë çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? A është e ardhmja gjithashtu një superpozicion i të gjitha mundësive, një superpozicion që do të kolapsohet në një realitet specifik vetëm kur ne e arrim atë? Këto pyetje na çojnë në një interpretim tjetër të mekanikës kuantike, një interpretim që është edhe më i çuditshëm, edhe më radikal se interpretimi i Kopenhagenit. Në vitin 1950, fizikani amerikan Hugh Everett propozoi një ide që shumica e kolegëve të tij e konsideruan siç menduri. Ai sugjeroi se kur një matje kuantike ndodh, superpozicioni nuk kolapson me një rezultat të vetëm, por të gjitha rezultatet e mundshme ndodhin, secili në një univers të ndryshëm. Kur fotoni arrin në teleskop dhe ne matim se nga cila anë e galaktikës ai erdhi, universi ndahet në dy degë. Në njërën degë, fotoni erdhi nga njëra anë, në degën tjetër, ai erdhi nga ana tjetër. Dhe të dyja këto degë janë po aq reale, po aq ekzistuese, po aq të vërteta. Nuk ka një universi vetëm ku fotoni mori një rrugë specifike. Ka një multivers i pafund universish ku fotoni mori çdo rrugë të mundshme. Kjo ide, e njohur si interpretimi i shumë botëve, duket si shkencë fantazi, por ajo është një pasojë drejt për drejt e ekuacioneve të mekanikës kuantike, nëse ne i marrim ato seriozisht, nëse ne nuk shtojmë asnjë postulat shtesë për kolapsimin e funksionit të valës. Sipas këtij interpretimi, çdo herë që një ngjarje kuantike ndodh, çdo herë që një grimc ndërvepron me një grimc tjetër, çdo herë që një matje bëhet, universi ndahet në një numër të pafund degësh, secila duke përfaqësuar një rezultat të mundshëm. Dhe në çdo degë ka një version i jotit që përjeton atë rezultat, që jeton në atë univers, që vazhdon të bëjë zgjedhje që do të krijojnë degë të reja, ndarje të reja, universi të reja. Kjo do të thotë se çdo zgjedhje që ti bën, çdo vendim që ti merr, çdo moment i jetës tënde krijon një degëzim të realitetit, një ndarje të universit në versione të ndryshme ku ti bën zgjedhje të ndryshme. Në një univers, ti lexon këto fjalë dhe vazhdosh. Në një univers tjetër, ti ndalon dhe shkon të bësh diçka tjetër. Në një univers të tretë, ti nuk i lexon kur këto fjalë, sepse një ngjarje e vogël kuantike në të kaluarën krijoi një degë ku ti nuk linde kur, ku prindrit e tu nuk u takuan kur, ku historia e njerëzimit shkoi në një drejtim plotësisht të ndryshëm. Por çfarë do të thotë kjo për kohën? Nëse çdo moment krijon një degëzim të pafund të realitetit, atëherë koha nuk është një vije drejt që shkon nga e kaluara drejt së ardhmes, por një pemë e pafund degësh që rritet në çdo drejtim, ku çdo degë përfaqëson një histori të mundshme, një sekuencë të mundshme ngjarjesh. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja, pse nuk mund ta ndalim kohën, bëhet edhe më e çuditshme, sepse në një kuptim, koha nuk po lëviz fare. Çdo momenti, çdo histori të mundshme ekziston në këtë strukturë të pafund, në këtë pemë kozmike të realiteteve. Ajo që ne e quajmë rrjedhja e kohës është thjesht lëvizja e ndërgjegjes son përmes një dege specifike të kësaj pemë, një sekuencë specifike momentesh që ne përjetojmë si një histori të vazhdueshme. Por të gjitha degët e tjera, të gjitha historitë e tjera, të gjitha momentet e tjera ekzistojnë gjithashtu, në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin kuptim. Kjo ide na çon në një koncept që fizikanët e quajnë blok universi. Një ide që vjen nga relativiteti i Einsteinit dhe që merr një kuptim edhe më të thellë në kontekstin e mekanikës kuantike. Sipas kësaj idee, universi nuk është një koleksion objektesh që ekzistojnë në një moment të caktuar dhe që ndryshojnë me kalimin e kohës, por një strukturë katërdimensionale ku e gjithë historia e universit, nga shpërtimi i madh deri në fundin e kohës, ekziston si një tërësi e vetme, e pandar, e palëvishme.
Imagjino një libër ku çdo faqe përfaqëson një moment në kohë. Kur ti lexon librin, ti lëviz nga faqja e parë drejt faqes së fundit, duke përjetuar historinë si një sekuencë ngjarjesh që ndodhin njëra pas tjetrës. Por libri vet nuk po lviz. Të gjitha faqet ekzistojnë njëkohësisht. Historia e plot është e pranishme në çdo moment. Në të njëjtën mënyrë, universi është si një libër katërdimensional, ku çdo moment i kohës është një faqe, dhe e gjithë historia e universit ekziston si një strukturë e plot, e pandar. Ajo që ne e quajmë rrjedhja e kohës është thjesht lëvizja e ndërgjegjes son përmes kësaj strukture, nga një faqe në tjetrën, nga një moment në tjetrin. Por struktura vet nuk po lviz. Ajo thjesht është, në të gjithë plotësinë e saj, në të gjithë kompleksitetin e saj, në të gjithë pafundësinë e saj. Kjo ide e blok universit ka pasoja të thella për mënyrën se si ne kuptojmë realitetin. Nëse e gjithë historia e universit ekziston si një strukturë e vetme, atëherë e kaluara nuk ka shkuar askund, ajo është ende atje, në një pjesë të kësaj strukture. Dinozaurët që ecnin në tokë 165 milion vjet më parë ekzistojnë ende në një pjesë të blok universit që korespondon me atë kohë. Sokrati që pinte helmin në Athinë në vitin 399 para erës son ekziston ende në një pjesë tjetër të kësaj strukture. Dhe ardhmja, çdo gjë që do të ndodhë ndonjëherë, ekziston gjithashtu në pjesët e blok universit që korespondojnë me kohët e ardhshme. Vdekja e diellit 5 miliard vjet nga tani, kur ai do të zgjerohet në një gjigant të kuq dhe do të gëlltis planetët e brendshëm, ekziston tashmë në blok univers. Fundi i universit, kur të gjitha yjet do të kenë djegur, kur të gjitha vrimave të zeza do të kenë avulluar, kur entropia do të ketë arritur maksimumin e saj dhe asgjë më nuk do të ndodhë, ekziston gjithashtu në një pjesë të largët të kësaj strukture. Kjo do të thotë se çdo gjë që ka ndodhur ndonjëherë dhe çdo gjë që do të ndodhë ndonjëherë është po aq reale sa momenti që ti po përjeton tani. Nuk ka një e kaluara që ka shkuar, nuk ka një e ardhme që ende nuk ka ardhur. Ka vetëm një strukturë e vetme, e pafund, ku të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja, pse nuk mund ta ndalim kohën, merr një kuptim të ri. Nëse koha nuk po rrjedh, nëse ajo është thjesht një dimension i kësaj strukture katërdimensionale, atëherë ndalimi i kohës do të ishte si ndalimi i hapësirës. Çfarë do të thotë të ndalosh hapësirën? Hapësira nuk po lviz, ajo thjesht është, dhe në të njëjtën mënyrë, koha nuk po rrjedh, ajo thjesht është. Ajo që ne e quajmë rrjedhja e kohës është një iluzion i krijuar nga mënyra se si truri ynë përpunon informacionin, nga mënyra se si ne përjetojmë sekuencën e momenteve, nga mënyra se si ndërgjegja jon lëviz përmes kësaj strukture katërdimensionale. Por nëse koha është një iluzion, nëse ajo nuk rrjedh në mënyrën që ne mendojmë, atëherë nga vjen kjo iluzion? Pse ne përjetojmë kohën si një rrjedhje, si një sekuencë ngjarjesh që ndodhin njëra pas tjetrës, kur në fakt të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht? Për të kuptuar këtë, ne duhet të shikojmë në trurin ton, në mënyrën se si ai përpunon informacionin, në mënyrën se si ai krijon përvojën ton subjektive të realitetit. Truri ynë nuk është një kamerë që regjistron realitetin ashtu siç është, por një makinë parashikimi që ndërton një model të realitetit bazuar në informacionin që merr nga shqisat. Çdo sekond, miliarda neurone në trurin ton shkëmbejnë sinjale elektrike dhe kimike, duke krijuar modele të ndërlikuara të aktivitetit që korespondojnë me perceptimet tona, me mendimet tona, me kujtesën tonë, me ndërgjegjen tonë. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme që truri ynë bën është të krijojë një ndjenjë të kohës, një ndjenjë të sekuencës, një ndjenjë të para dhe pas. Kjo ndjenjë e kohës nuk është një pasqyrim i drejt për drejt i realitetit, por një konstrukt i trurit, një mënyrë që truri organizon informacionin për të krijuar një përvojë të qëndrueshme, të parashikueshme të botës. Kur ti shikon një objekt që lëviz, truri yt nuk po regjistron thjesht një sekuencë pozicionesh, por po krijon një model të lëvizjes, një parashikim të asaj se ku objekti do të jetë në momentin tjetër. Kjo aftësi për të parashikuar të ardhmen e afërt është thelbësore për mbijetesën, sepse ajo na lejon të reagojmë shpejt ndaj rreziqeve, të kapim objektet që lëvizin
të lundrojmë përmes një bote që është në ndryshim të vazhdueshëm. Por për të bërë këtë, truri duhet të krijojë një ndjenjë të kohës, një ndjenjë të sekuencës, një ndjenjë se ka një e kaluara që ka ndodhur, një e tashmja që po ndodh dhe një e ardhme që do të ndodh. Kjo ndjenjë e kohës krijohet nga një rrjet kompleks rajonesh të trurit që punojnë së bashku për të përpunuar informacionin temporal. Hipokampi, një strukturë e vogël në formë kalushi në thellësi të trurit, luan një rol kyç në krijimin e kujtesave të reja dhe në organizimin e tyre në një sekuencë kohore. Kur ti përjeton një ngjarje, hipokampi regjistron jo vetëm çfarë ndodhi, por edhe kur ndodhi, duke krijuar një linjë kohore të kujtesave që na lejon të rikonstruktojmë të kaluarën tonë. Por kjo linjë kohore nuk është një regjistrim i saktë i asaj që ndodhi. Ajo është një rikonstruktim, një interpretim, një histori që truri ynë tregon për veten e tij. Çdo herë që ne kujtojmë një ngjarje, ne nuk po qasim një regjistrim të ruajtur, por po rikonstruktojmë atë ngjarje bazuar në informacionin që kemi në kontekstin aktual në pritshmëritë tona. Dhe çdo herë që ne e rikonstruktojmë, ne ndryshojmë atë pak, duke shtuar detaje të reja, duke hequr detaje të vjetra, duke e përshtatur me narrativën tonë aktuale. Kjo do të thotë se kujtesa jone së kaluarës nuk është një dëshmi e besueshme e asaj që ndodhi, por një konstrukt i trurit që ndryshon me kalimin e kohës. Dhe nëse kujtesa jone së kaluarës është një konstrukt, atëherë ndjenja jone e kohës, ndjenja jone e sekuencës, është gjithashtu një konstrukt, një mënyrë që truri organizon informacionin për të krijuar një përvojë të qëndrueshme të realitetit. Por truri nuk krijon vetëm një ndjenjë të së kaluarës, ai krijon gjithashtu një ndjenjë të së ardhmes. Korteksi prefrontal, rajoni i trurit që ndodhet menjëherë pas ballit, është përgjegjës për planifikimin, për parashikimin, për imagjinimin e skenarëve të ardhshëm. Kur ti mendon për atë që do të bësh nesër, kur ti planifikon një udhëtim, kur ti imagjinon një bisedë që do të kesh, korteksi prefrontal po krijon një model të së ardhmes, një simulim të ngjarjeve që ende nuk kanë ndodhur. Dhe ky simulim nuk është vetëm një fantazi, ai ndikon në sjelljen tënde aktuale, në vendime që ti merr, në mënyrën se si ti përgatitesh për atë që do të vijë. Kjo aftësi për të imagjinuar të ardhmen është një nga karakteristikat më të veçanta të trurit njerëzor, një aftësi që na lejon të planifikojmë, të krijojmë, të ndërtojmë qytetërime. Por ajo gjithashtu krijon një iluzion, iluzionin se e ardhmja është një vend real ku ne po shkojmë, një destinacion që po afrohet, një sekuencë ngjarjesh që do të ndodhin në një mënyrë të caktuar. Në realitet, e ardhmja nuk ekziston. Ajo është vetëm një konstrukt i trurit, një model i mundësive, një simulim i asaj që mund të ndodhë bazuar në informacionin që ne kemi tani. Pra, nëse e kaluara është një rikonstruktim dhe e ardhmja është një simulim, çfarë është e tashmja? Çfarë është ky moment që ne e quajmë tani? Ky moment që duket se është i vetmi moment real, i vetmi moment që ne përjetojmë drejt për drejt. Edhe e tashmja është një konstrukt i trurit, një dritare e vogël kohore që truri krijon për të organizuar informacionin që po merr nga shqisat. Kur ti shikon një objekt, drita nga ai objekt udhton deri te syri yt, godet retinën, krijon sinjale elektrike që udhtojnë përmes nervit optik deri te korteksi vizual në pjesën e pasme të trurit. Ky proces merr kohë, rreth 100 milisekonda, 1/10 e sekondës. Pastaj, korteksi vizual përpunon këto sinjale duke i krahasuar me informacionin e ruajtur, duke krijuar një perceptim të objektit. Ky proces merr edhe më shumë kohë, edhe disa qindra milisekonda. Pra, kur ti mendon se po shikon një objekt tani, në këtë moment, ti në fakt po shikon një imazh të objektit siç ishte rreth gjysmë sekonde më parë. Truri yt po krijon një iluzion të një tani të menjëhershëm, një iluzion se ti po përjeton realitetin në kohë reale, kur në fakt ti po përjeton një version të vonuar, të përpunuar, të interpretuar të realitetit. Dhe kjo vonesë nuk është e njëjtë për të gjitha shqisat. Kur ti prek një objekt, sinjalet nga lëkura jote udhtojnë përmes nervave deri te truri, dhe kjo merr kohë, por më pak kohë se sa për sinjalet vizuale. Kur ti dëgjon një tingull, valët e zërit udhtojnë përmes ajrit, godasin veshët e tu, krijojnë sinjale që udhtojnë deri te truri, dhe kjo merr kohë,
por një kohë të ndryshme nga shikimi apo prekja. Pra, truri yt po merr informacion nga shqiza të ndryshme në kohë të ndryshme, dhe ai duhet të sinkronizojë këtë informacion për të krijuar një përvojë të unifikuar të realitetit. Kjo sinkronizim është një proces aktiv, një proces që krijon një dritare kohore, një etashmja subjektive që zgjat rreth 2 deri në 3 sekonda. Brenda kësaj dritareje, të gjitha ngjarjet duken se ndodhen njëkohësisht, edhe pse në realitet ato ndodhen në momente të ndryshme. Kjo dritare kohore është ajo që ne e quajmë etashmja. Ky moment që duket se është i vetmi moment real, i vetmi moment që ne përjetojmë drejt për drejt. Por nëse etashmja është vetëm një dritare kohore që truri krijon, nëse ajo nuk është një moment objektiv në kohë, atëherë në çfarë kuptimi koha ekziston fare? Nëse e kaluara është një rikonstruktim, e ardhmja është një simulim, dhe etashmja është një dritare subjektive, atëherë rrjedhja e kohës që ne përjetojmë është plotësisht një konstrukt i trurit, një mënyrë që truri organizon informacionin për të krijuar një përvojë të qëndrueshme të realitetit. Kjo nuk do të thotë se koha nuk ekziston, por se ajo nuk ekziston në mënyrën që ne mendojmë. Koha nuk është një lumë që rrjedh pavarësisht nga ne, por një tipar i mënyrës se si ne përpunojmë informacionin, një tipar i ndërgjegjes son, një tipar i mënyrës se si truri ndërton një model të realitetit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja, pse nuk mund ta ndalim kohën, merr një përgjigje të re. Ne nuk mund ta ndalim kohën, sepse koha nuk është një gjë që rrjedh, ajo është një mënyrë që ne përjetojmë realitetin. Ndalimi i kohës do të kërkonte ndalimin e përpunimit të informacionit në trurin ton, ndalimin e krijimit të kujtesave të reja, ndalimin e parashikimit të së ardhmes, ndalimin e perceptimit të ndryshimit. Dhe nëse ne do të mund ta bënim këtë, nëse ne do të mund ta ndalunim plotësisht përpunimin e informacionit në trurin ton, ne nuk do të përjetonim një ndalim të kohës, ne do të përjetonim asgjë, sepse ndërgjegja vet është një proces që varet nga rrjedhja e informacionit, nga krijimi i modeleve të reja, nga përditësimi i vazhdueshëm i modelit ton të realitetit. Kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Nëse koha është një konstrukt i ndërgjegjes, atëherë çfarë ndodh me kohën kur nuk ka ndërgjegje? Çfarë ndodh me kohën në një univers pa vëzhgues, pa qenie të gjalla, pa trure që përpunojnë informacion? A ekziston koha në një univers të tillë, apo ajo është vetëm një tipar i universive që përmbajnë ndërgjegje? Kjo pyetje na çon në kufirin e asaj që fizika mund të na tregojë, në kufirin ku shkenca takohet me filozofin, ku faktet takojnë interpretimet, ku realiteti objektiv takohet me përvojën subjektive. Disa fizikan argumentojnë se koha është një tipar fundamental i universit, një dimension që ekziston pavarësisht nga ndërgjegja, pavarësisht nga vëzhguesit. Sipas kësaj pikpamjeje, edhe në një univers pa qenie të gjalla, pa trure, pa ndërgjegje, koha do të vazhdonte të ekzistojë, grimca do të vazhdonin të lëvizin, fushat do të vazhdonin të ndryshonin, entropia do të vazhdonte të rritej. Koha është një tipar i strukturës së hapësirës kohës, një dimension që ekziston në të njëjtën mënyrë si dimensionet hapësinore, dhe ajo nuk varet nga prania e vëzhguesve. Kjo pikpamje është në përputhje me relativitetin e Einsteinit, ku hapësira koha është një strukturë objektive që ekziston pavarësisht nga çdo gjë që ndodh brenda saj. Por fizikantë të tjerë argumentojnë se koha është një tipar i ndërgjegjes, një mënyrë që qeniet e ndërgjegjshme organizojnë informacionin, dhe pa ndërgjegje, koha nuk ka kuptim. Sipas kësaj pikpamjeje, në një univers pa vëzhgues, pa qenie të gjalla, pa ndërgjegje, nuk do të kishte asnjë dalim midis së kaluarës, së tashmes dhe së ardhmes, sepse këto koncepte varen nga prania e një vëzhguesi që përjeton sekuencën e ngjarjeve. Universi do të ekzistonte si një strukturë statike 4-dimensionale, një blok univers ku të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht, por pa asnjë ndjenjë të rrjedhjes, pa asnjë ndjenjë të drejtimit, pa asnjë ndjenjë të kohës. Kjo pikpamje është në përputhje me disa interpretimeve të mekanikës kuantike, ku vëzhguesi luan një rol kyç në përcaktimin e realitetit, ku akti i matjes krijon realitetin e matur, ku ndërgjegja është një pjesë integrale e strukturës së universit.
Cila nga këto pikpamje është e saktë? A është koha një tipar objektiv i universit apo një konstrukt subjektiv i ndërgjegjes? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të hapura në fizikë dhe filozofi. Një pyetje që nuk ka një përgjigje të qartë, një pyetje që mund të kërkojë një revolucion të ri në mënyrën se si ne kuptojmë realitetin. Por pavarësisht se cila pikpamje është e saktë, një gjë është e qartë. Rrjedhja e kohës që ne përjetojmë, ndjenja jonë se ne po lvizim nga e kaluara drejt së ardhmes, është një fenomen kompleks që lind nga ndërveprimi midis ligjeve fundamentale të fizikës dhe mënyrës se si truri ynd përpunon informacionin. Dhe nëse ne duam të kuptojmë pse nuk mund ta ndalim kohën, ne duhet të kuptojmë jo vetëm fizikën e universit, por edhe biologjinë e trurit, psikologjinë e perceptimit, filozofinë e ndërgjegjes. Kjo na çon në pyetjen përfundimtare, pyetjen që ka munduar filozofët për mijëra vjet. Nëse koha është një iluzion, nëse ajo nuk rrjedh në mënyrën që ne mendojmë, atëherë çfarë do të thotë kjo për jetën tonë, për zgjedhjet tona, për kuptimin e ekzistencës sonë? Nëse e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht në blok univers, nëse çdo moment i jetës sonë është po aq real sa çdo moment tjetër, atëherë në çfarë kuptimi ne kemi liri vullneti? Në çfarë kuptimi ne bëjmë zgjedhje që ndikojnë në të ardhmen tonë? Nëse e ardhmja tashmë ekziston në blok univers, nëse ajo është po aq e përcaktuar sa e kaluara, atëherë çdo gjë që ne do të bëjmë ndonjëherë, tashmë është e shkruar në strukturën e universit, dhe ne thjesht po përjetojmë një sekuencë të paracaktuar ngjarjesh, duke menduar se po bëjmë zgjedhje, kur në fakt po ndjekim një rrugë që tashmë ekziston. Kjo ide, e njohur si determinizmi, ka qenë një burim debati për shekuj. Nëse universi është deterministik, nëse çdo ngjarje është një pasojë domosdoshme e ngjarjeve të mëparshme, atëherë liri vullneti është një iluzion, një ndjenjë subjektive që ne kemi kur bëjmë zgjedhje, por që nuk korrespondon me asnjë liri reale, me asnjë aftësi reale për të ndryshuar të ardhmen. Por kjo përfundim nuk është aq e thjeshtë sa duket. Edhe nëse universi është deterministik në nivelin fundamental, edhe nëse çdo ngjarje është një pasojë domosdoshme e ngjarjeve të mëparshme, kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi liri vullneti në një kuptim më të thellë. Liri vullneti nuk është aftësia për të vepruar pavarësisht nga ligjet e fizikës, por aftësia për të vepruar në përputhje me dëshirat tona, me vlerat tona, me qëllimet tona. Kur ti bën një zgjedhje, ti po vepron bazuar në informacionin që ke, në përvojën tënde, në personalitetin tënd, në gjithçka që të bën ty. Dhe edhe nëse kjo zgjedhje është një pasojë domosdoshme e gjithë historisë tënde, e gjithë strukturës së trurit tënd, e gjithë gjendjes së universit në atë moment, ajo është ende zgjedhja jote, sepse ti je ai proces, ti je ajo strukturë, ti je ajo histori. Kjo ide, e njohur si kompatibilizmi, sugjeron se liri vullneti dhe determinizmi nuk janë në kundërshtim, por janë dy mënyra të ndryshme për të përshkruar të njëjtin fenomen. Nga perspektiva e fizikës fundamentale, universi mund të jetë deterministik, çdo ngjarje mund të jetë një pasojë domosdoshme e ngjarjeve të mëparshme. Por nga perspektiva e një qenie të ndërgjeshme, e një qenie që bën zgjedhje bazuar në informacionin që ka, liri vullneti është reale, sepse ajo është mënyra se si ne përjetojmë procesin e vendimarrjes, mënyra se si ne ndërveprojmë me botën, mënyra se si ne krijojmë kuptimin në jetën tonë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë, edhe nëse koha është një iluzion, edhe nëse ajo nuk rrjedh në mënyrën që ne mendojmë, kjo nuk e bën jetën tonë më pak të vërtet, zgjedhjet tona më pak të rëndësishme, ekzistencën tonë më pak kuptimplot. Ne jemi qenie që përjetojnë kohën, që kujtojnë të kaluarën, që imagjinojnë të ardhmen, që bëjnë zgjedhje në të tashmen. Dhe edhe nëse kjo përvojë është një konstrukt i trurit ton, edhe nëse ajo nuk korrespondon me një rrjedhje objektive të kohës në univers, ajo është ende përvojë jon, ajo është ende realiteti ynë, ajo është ende mënyra se si ne ekzistojmë në këtë univers. Kjo na çon në një përfundim të çuditshëm, një përfundim që bashkon fizikën me filozofinë, shkencën me përvojën njerëzore. Koha mund të jetë një iluzion, por ajo është një iluzion i domosdoshëm, një iluzion pa të cilin ne nuk do të mund të funksiononim, nuk do të mund të mendonim, nuk do të mund të jetonim. Ajo është mënyra se si truri ynë organizon informacionin, mënyra se si ne krijojmë kuptimin,
mënyra se si ne ndërtojmë një model të realitetit që na lejon të mbijetojmë, të krijojmë, të dashurohemi, të vuajmë, të shpresojmë. Dhe nëse ne nuk mund ta ndalim kohën, nëse ne nuk mund ta kontrollojmë atë në mënyrën që ne kontrollojmë lëvizjen tonë përmes hapësirës, kjo nuk është një kufizim i fuqish son, por një pasojë e natyrës son. Një pasojë e faktit se ne jemi qenie të ndërgjegjshme që ekzistojmë në një univers ku koha është një dimension fundamental, një strukturë që na përcakton, që na kufizon, por që gjithashtu na jep mundësinë të përjetojmë, të ndryshojmë, të rritemi, të bëhemi diçka më shumë se sa ishim. Между квантовым миром и космологическим. Электроны вокруг ядра напоминают планеты вокруг звезды, но это лишь поверхностное сходство. Погружаемся в квантовую неопределенность, волновые функции, суперпозицию. Затем переходим к космологическим структурам — галактики, скопления, войды. Показываем, что на обоих уровнях время ведет себя странно. В квантовом мире оно обратимо, в космологическом растягивается гравитацией. Детализируем эксперименты. Двухщелевой опыт, запутанность, гравитационное замедление времени вблизи черных дыр. Каждый абзац — медленное раскрытие одной идеи с примерами, визуальными описаниями, метафорами. Исследуем случаи, когда микро и макро действительно зеркалят друг друга. Фрактальная структура Вселенной. Распределение галактик похоже на нейронные сети, на пену квантовых флуктуаций. Энтропия работает на всех масштабах одинаково. Законы сохранения энергии, импульса, заряда универсальны. Приводим примеры. Как квантовые флуктуации в ранней Вселенной породили галактики, как термодинамика управляет и атомами, и звездами. Детально описываем космическую микроволновую фоновую радиацию, ее флуктуации, как они связаны с квантовыми процессами. Каждый пример разворачиваем на несколько предложений, добавляем визуальные детали, исторический контекст. Переходим к разрывам. Квантовая механика вероятностна. Общая теория относительности детерминистична. В микромире время может идти назад. CPT-симметрия. В макромире только вперед. Термодинамическая стрела. Квантовая запутанность нарушает локальность, но в космологии информация не может распространяться быстрее света. Детально разбираем парадокс ЭПР, эксперименты аспекта, теорему Белла. Показываем, как попытки объединить квантовую механику и гравитацию приводят к бесконечностям, к необходимости квантовой гравитации. Описываем проблему измерения, коллапс волновой функции, роль наблюдателя. Каждый парадокс раскрываем через конкретные мысленные эксперименты, через визуализацию процессов. Применяем хук номер 4. Сжимаем 13 миллиардов 800 миллионов лет в 1 год. Большой взрыв. Первая секунда 1 января. Первые звезды — конец января. Млечный путь формируется в марте. Солнечная система — в сентябре. Первая жизнь на Земле — конец сентября. Динозавры — 26 декабря. Человек разумный — последние 10 минут 31 декабря. Вся письменная история — последние 10 секунд. Детально описываем каждую эпоху, визуализируем ключевые события, показываем, как ничтожно мало времени мы существуем, как огромна космическая история. Каждый период разворачиваем в несколько абзацев, добавляем научные детали, эмоциональные акценты, философские размышления о нашем месте в этой истории. Применяем хук номер 8. Показываем, что величайшие физики не согласны друг с другом о природе времени. Ньютон считал время абсолютным, Эйнштейн — относительным. Уиллер предполагал, что время возникает из квантовой информации. Барбур утверждает, что времени вообще не существует. Детально разбираем каждую позицию, приводим их аргументы, показываем эксперименты, которые их подтверждают или опровергают. Описываем современные дебаты. Петлевая квантовая гравитация против теории струн. Вечная инфляция против циклической космологии. Показываем, что даже на переднем крае науки нет консенсуса, что природа времени остается одной из величайших загадок. Каждую теорию раскрываем через ее философские следствия, через то, как она меняет наше понимание реальности. Kur ne përpiqemi të kuptojmë natyrën e kohës,
Një shpesh kërkojmë paralele midis botës së vogël dhe botës së madhe, midis atomeve që përbëjnë trupin ton dhe galaktikave që mbushin universin. Në shikim të parë, këto dy bota duken të ngjashme në mënyrë të habitshme. Një atom me elektronet e tij që rrotullohen rreth bërthamës kujton një sistem diellor në miniaturë, ku planetet rrotullohen rreth diellit. Kjo analogji ka frymzuar gjenerata shkencëtarësh, duke i shtyrë ata të mendojnë se ligjet që qeverisin atomet mund të jenë të njëjta me ligjet që qeverisin galaktikat, se universi mund të jetë një strukturë fraktale, ku të njëjtat modele përsëriten në çdo shkallë, nga më e vogla deri te më e madhja. Por kur ne shqirtojmë më nga afër, kur ne zbulojmë detajet e mekanikës kuantike dhe relativitetit të përgjithshëm, ne zbulojmë se kjo analogji është shumë më e komplikuar se sa duket, se ka rajone ku ajo funksionon në mënyrë të mahniqme, dhe rajone ku ajo thyem plotësisht, duke na detyruar të rishqirtojmë çdo gjë që menduam se dinim për natyrën e realitetit. Në botën kuantike, një elektron që rrotullohet rreth bërthamës së një atomi nuk është fare si një planet që rrotullohet rreth një yli. Elektroni nuk ka një pozicion të përcaktuar, ai nuk ndjek një rrugë të qartë, ai nuk ekziston në një vend të vetëm në një moment të vetëm. Në vend të kësaj, elektroni ekziston si një re-probabiliteti, një valë që përhapet në hapësirë, një entitet që është në të gjitha vendet e mundshme njëkohësisht derisa ne matim atë. Kjo ide, e njohur si superpozicioni kuantik, është një nga zbulueshmëritë më të çuditshme të fizikës moderne, një zbulim që trondit themelet e mënyrës se si ne kuptojmë realitetin. Kur ne nuk po vëzhgojmë një elektron, ai nuk ka një pozicion të përcaktuar, ai ekziston në një superpozicion të gjitha pozicioneve të mundshme, të përshkruara nga një funksion vale që na tregon probabilitetin e gjetjes së elektronit në çdo vend. Vetëm kur ne bëjmë një matje, kur ne ndërveprojmë me elektronin në një mënyrë që na jep informacion për pozicionin e tij, funksioni vale kolapson dhe elektroni shfaqet në një vend të vetëm, në një moment të vetëm. Por para matjes, para kolapsit, elektroni është kudo dhe askund. Ai është një fantazm që përhapet në hapësirë, një entitet që sfidoi çdo përpjekje ton për ta vizualizuar atë në terma klasik. Kjo sjellje e çuditshme e elektroneve dhe grimcave të tjera subatomike është demonstruar në mënyrë dramatike në eksperimentin e famshëm të dy qarjeve, një eksperiment që është bërë për herë të parë në fillim të shekullit të 20 dhe që vazhdon të habit fizikanët edhe sot. Në këtë eksperiment, ne dërgojmë grimca të vetme, si fotone ose elektrone, përmes një pengese me dy qarje të ngushta, dhe ne vëzhgojmë se ku ato bien në një ekran në anën tjetër. Nëse grimcat do të silleshin si topa të vegjël, si objekte klasike me pozicione dhe shpejtësi të përcaktuara, ne do të pritonim të shinim dy vija në ekran, një vijë për çdo qarje, duke treguar se çdo grimc kalon përmes një rrezqarje ose tjetrës. Por ajo që ne shohim është diçka plotësisht e ndryshme, diçka që nuk ka kuptim në terma klasik. Ne shohim një model ndërhyrjeje, një seri vijash të ndritshme dhe të errata që zgjaten në ekran, një model që është karakteristik i valve, jo i grimcave. Kjo do të thotë se çdo grimcë vetme po kalon përmes të dy qarjeve njëkohësisht, po ndërhyn me veten e saj, po krijon një model vale që përcakton se ku ajo ka më shumë gjasa të bjerë në ekran. Kjo është një demonstrim i drejt për drejt i superpozicionit kuantik, një demonstrim se grimcat nuk janë objekte klasike me pozicione të përcaktuara, por entitete kuantike që ekzistojnë në një superpozicion të gjitha gjendjes të mundshme derisa ne i matim ato. Por çfarë ndodh me kohën në këtë botë kuantike? Në mekanikën kuantike, koha luan një rol të çuditshëm, një rol që është shumë i ndryshëm nga roli që ajo luan në fizikën klasike. Në fizikën klasike, koha është një parametër që rrjedh në mënyrë të njëtrajtshme, një dimension përgjatë të cilit ngjarjet ndodhin në një sekuencë të përcaktuar. Por në mekanikën kuantike, koha nuk është një vëzhgueshme, ajo nuk është një madhësi që ne mund ta matim në të njëjtën mënyrë që ne matim pozicionin ose impulsin. Koha është një parametër i jashtëm, një madhësi që ne përdorim për të përshkruar evolucionin e funksionit vale, por që nuk është pjesë e vetë funksionit vale. Kjo do të thotë se në mekanikën kuantike, koha është absolute në një kuptim,
Ajo rrjedh në të njëjtën mënyrë për të gjithë vëzhguesit, pavarësisht nga lëvizja e tyre ose pozicioni i tyre në hapësirë. Por kjo është në kundërshtim të drejtpërdrejtë me relativitetin e Einsteinit, ku koha është relative, ku ajo varet nga shpejtësia e vëzhguesit dhe nga fusha gravitacionale në të cilën ai ndodhet. Kjo kundërshtim midis mekanikës kuantike dhe relativitetit të përgjithshëm është një nga problemet më të mëdha të hapura në fizikë. Një problem që ka munduar fizikanët për dekada. Një problem që mund të kërkojë një revolucion të ri në mënyrën se si ne kuptojmë kohën dhe hapësirën. Kur ne kalojmë nga bota kuantike në botën kozmologjike, nga atomet në galaktika, ne zbulojmë se koha sillet në mënyrë edhe më të çuditshme. Në shkallë kozmologjike, koha nuk është një dimension i njëtrajtshëm që rrjedh me të njëjtën shpejtësi kudo, por një dimension që përkulet, që zgjatet, që të kuret në ndikimin e gravitacionit. Sipas relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit, hapësira dhe koha nuk janë entitete të pavarura, por janë të lidhura së bashku në një strukturë të vetme 4-dimensionale, të quajtur hapësirë-kohë. Dhe kjo strukturë përkulet dhe deformohet në praninë e masës dhe energjisë. Sa më e madhe të jetë masa, aq më shumë përkulet hapësira-koha dhe aq më ngadalë rrjedh koha. Kjo parashikim i relativitetit të përgjithshëm është konfirmuar në mënyrë eksperimentale me saktësi të jashtëzakonshme. Orët atomike që fluturojnë në aeroplan ose satelit lëvizin pak më shpejt se orët që mbeten në tokë, sepse ato janë më larg nga qendra e tokës, ku fusha gravitacionale është më e dobët. Kjo diferencë është e vogël, vetëm disa miliarda të një sekonde në ditë, por ajo është e matshme, dhe ajo është saktësisht ajo që relativiteti i përgjithshëm parashikon. Në fakt, sistemet e pozicionimit global, si GPS, duhet të marrin parasysh këtë efekt relativist për të dhënë koordinata të sakta, sepse nëse ato nuk do ta bënin këtë, gabimet do të grumbulloheshin shpejt dhe sistemi do të bëhej i padobishëm brenda disa orëve. Por efekti më dramatik i gravitacionit në kohë ndodh pranë objekteve shumë masive, si ijet neutron ose vrimave të zeza. Një vrimë e zezë është një rajon i hapësirës kohës ku gravitacioni është kaq i fortë saqë asgjë, as edhe drita, nuk mund të shpëtojë nga ai. Në qendër të një vrime të zezë ndodhet një singularitet, një pikë ku dendësia e masës bëhet e pafundme, ku ligjet e fizikës që ne njohim thehen plotësisht. Por edhe para se të arrish në singularitet, edhe në horizontin e ngjarjeve, kufirin përtej të cilit asgjë nuk mund të kthehet, koha sillet në mënyrë të çuditshme. Për një vëzhgues që bie në një vrim të zezë, koha vazhdon të rrjedhë në mënyrë normale. Ai nuk ndjen asgjë të pazakont kur kalon horizontin e ngjarjeve. Ai thjesht vazhdon të bjerë drejt singularitetit. Por për një vëzhgues që qëndron jashtë, që shikon nga një distancë e sigurt, koha për personin që po bie duket se ngadalsohet gjithnjë më shumë sa ai afrohet horizontit të ngjarjeve, derisa përfundimisht ajo duket se ndalon plotësisht. Personi që po bie duket se ngrin në vend, duke u bërë gjithnjë më i kuq, ndërsa drita që ai emeton zgjatet nga efekti Doppler gravitacional, derisa përfundimisht ai zhduket nga pamja duke u bërë i padukshëm. Kjo nuk është një iluzion optik. Kjo është një pasojë reale e mënyrës se si gravitacioni ndikon në kohën, një demonstrim dramatik se koha nuk është absolut, se ajo varet nga pozicioni yt në hapësirë, nga fusha gravitacionale në të cilën ti ndodhesh. Kur ne krahasojmë botën kuantike me botën kozmologjike, ne zbulojmë se ka rajone ku analogjia midis tyre funksionon në mënyrë e mahnitshme, ku ligjet që qeverisin atomet duken të jenë të njëjta me ligjet që qeverisin galaktikat. Një nga këto rajone është struktura fraktale e universit, mënyra se si modelet e ngjashme përsëriten në shkallë të ndryshme. Kur ne shikojmë shpërndarjen e galaktikave në univers, ne shohim një strukturë që kujton një rrjet, një strukturë ku galaktikat janë të grumbulluara në filamente dhe mure që rrethojnë boshllëqe të mëdha bosh. Kjo strukturë nuk është e rastësishme. Ajo është një pasojë e mënyrës se si gravitacioni ka vepruar në fluktuacionet e vogla të densisë që ekzistonin në universin e hershëm, duke i amplifikuar ato në strukturat masive që ne shohim sot. Por kur ne shikojmë këtë strukturë më nga afër, ne zbulojmë se ajo ka një ngjashmëri të habitshme me struktura të tjera që ne shohim në natyrë,
si rrjetet neuronale në trurin ton, si struktura e shkums që formohet kur ne tundim një gotë me sapun, si modelet që formohen nga fluktuacionet kuantike në vakumin e hapësirës. Kjo ngjashmëri nuk është një rastësi, ajo është një pasojë e faktit se të njëjtat ligje matematikore, të njëjtat ekuacione, përshkruajnë sjelljen e sistemeve në shkallë të ndryshme. Në të dyja rastet, ne kemi një sistem ku fluktuacionet e vogla rriten me kalimin e kohës, ku modelet e vogla bëhen modele të mëdha, ku rendi lind nga çrregullimi. Kjo ide, e njohur si vetë-organizimi, është një nga konceptet më të fuqishme në shkencën moderne, një koncept që na ndihmon të kuptojmë se si kompleksiteti lind nga thjeshtësia, se si struktura të bukura, të rregullta, mund të lindin nga proceset e rastësishme kaotike. Një shembull tjetër i kësaj analogjie është mënyra se si entropia funksionon në të dyja shkallët. Në botën kuantike, entropia është një masë e çrregullimit të një sistemi, një masë e numrit të gjendjes të mundshme që sistemi mund të ketë. Kur ne ngrojmë një gaz, ne rrisim energjinë e molekullave të tij, dhe kjo rrit numrin e gjendjes të mundshme që molekullat mund të kenë, duke rritur entropinë e sistemit. Në botën kozmologjike, entropia luan një rol të ngjashëm. Kur universi zgjerohet, kur ijet djegin karburantin e tyre dhe shndërrohen në vrimave të zeza ose yje neutron, kur galaktikat përplasen dhe bashkohen, entropia totale e universit rritet. Kjo rritje e entropisë është ajo që krijon shigjetën e kohës, ajo që na jep një ndjenjë të drejtimit, një ndjenjë se ne po lvizim nga e kaluara drejt së ardhmes. Dhe kjo rritje e entropisë është e njëjtë në të dyja shkallët. Ajo ndiqet nga i njëjti ligj, ligji i dytë i termodinamikës, që thotë se entropia e një sistemi të izoluar gjithmonë rritet ose mbetet konstante. Ajo nuk zvoglohet kurrë. Kjo është një ligj universal, një ligj që vlen për atomet dhe për galaktikat, për molekulat dhe për yjet, për çdo sistem fizik që ekziston në univers. Por edhe pse ka rajone ku analogjia midis botës kuantike dhe botës kozmologjike funksionon, ka gjithashtu rajone ku ajo tyjen plotësisht, ku ligjet që qeverisin atomet janë fundamentalisht të ndryshme nga ligjet që qeverisin galaktikat. Një nga këto rajone është natyra e vetë ligjeve. Mekanika kuantike është një teori probabiliste, një teori që na tregon vetëm probabilitetin e rezultateve të ndryshme, jo rezultatin e saktë. Kur ne matim pozicionin e një elektroni, ne nuk mund të parashikojmë saktësisht se ku do ta gjejmë atë. Ne mund të llogarisim vetëm probabilitetin e gjetjes së tij në vende të ndryshme. Kjo nuk është një kufizim i njohurive tona. Kjo nuk është një pasojë e faktit se ne nuk kemi informacion të mjaftueshëm. Kjo është një tipar fundamental i natyrës, një tipar që është konfirmuar nga mijëra eksperimente. Në kontrast, relativiteti i përgjithshëm është një teori deterministike, një teori që na tregon saktësisht se si hapësira koha do të evoluojë në të ardhmen nëse ne dim gjendjen e saj në të tashmen. Nëse ne dim shpërndarjen e masës dhe energjisë në univers në një moment të caktuar, ne mund të llogarisim saktësisht se si hapësira koha do të përkulet, se si galaktikat do të lvizin, se si koha do të rrjedh në vende të ndryshme. Kjo diferencë midis probabilizmit kuantik dhe determinizmit relativist është një nga tensionet më të mëdha në fizikën moderne. Një tension që na tregon se këto dy teori, edhe pse të dyja janë jashtëzakonisht të suksesme në fushat e tyre, nuk mund të jenë të dyja të sakta në të njëjtën mënyrë. Se duhet të ketë një teori më e thellë që i bashkon ato. Një teori që na tregon se si probabilizmi kuantik dhe determinizmi relativist janë dy aspekte të njëjtës realiteti. Një diferencë tjetër fundamentale është mënyra se si informacioni përhapet në të dyja shkallët. Në mekanikën kuantike, ka një fenomen të quajtur përplasje kuantike, ku dy grimca mund të jenë të lidhura në një mënyrë të tillë që gjendja e njërës varet nga gjendja e tjetrës, pavarësisht nga distanca që i ndan ato. Nëse ne matim një tipar të njërës grimc, si spini i saj, ne menjëherë dim se cili është spini i grimcës tjetër, edhe nëse ajo është në anën tjetër të universit. Kjo duket se shkelen parimin e lokalitetit, parimin që thot se informacioni nuk mund të udhtojë më shpejt se drita, se një ngjarje në një vend nuk mund të ndikojë menjëherë në një ngjarje në një vend tjetër. Por përplasja kuantike nuk lejon komunikim më të shpejt se drita.
Ajo nuk lejon që ne të dërgojmë informacion nga një vend në një vend tjetër më shpejt se drita. Ajo që ajo lejon është një korelacion midis matjeve, një korelacion që nuk mund të shpjegohet nga asnjë teori lokale, nga asnjë teori që supozon se grimcat kanë tira të përcaktuara para matjes. Ky korelacion është demonstruar në mënyrë eksperimentale në eksperimentet e famshme të Allen Asp në vitet 80, eksperimente që konfirmuan parashikimet e mekanikës kuantike dhe që treguan se natura është jo lokale në një kuptim të thellë, se ka korelacione midis ngjarjeve që nuk mund të shpjegohen nga asnjë mekanizëm lokal. Për të kuptuar sa e çuditshme është kjo, le të imagjinojmë historinë e universit të ngjeshur në një vit të vetëm, një vit ku çdo sekond përfaqëson rreth 440 vjet të kohës reale. Në këtë shkallë të ngjeshur, shpërtimi i madh ndodh në sekondën e parë të 1 janarit, në mesnatë të saktë, kur ora kalon nga viti i vjetër në vitin e ri. Në atë moment, universi është një pikë e vogël, e ngjehtë, e dendur, ku e gjithë materia dhe energjia që do të formojë miliarda galaktika është e përqendruar në një hapësirë më të vogël se një atom. Brenda sekondave të para, universi zgjerohet me shpejtësi të pabesueshme, duke u ftohur, duke lejuar që grimcat fundamentale të formohen, kuarket dhe leptonet që do të përbëjnë protonët dhe neutronët, elektronet që do të rrotullohen rreth bërthamave atomike. Brenda minutave të para, protonët dhe neutronët bashkohen për të formuar bërthamat e lehta, hidrogjeni dhe heliumi që do të mbushin universin për miliarda vjet. Por yjet e parë nuk lindin me njëherë. Universi duhet të ftohet më shumë, duhet të kalojnë qindra miliona vjet para se gravitacioni të filloj të grumbulloj gazin e hidrogjenit në re të mëdha që do të kolapsohen për të formuar yjet e parë. Në shkallën tonë të ngjeshur, yjet e parë lindin në fund të janarit, rreth 25 ditë pas shpërtimit të madh. Këta yje të parë janë masiv, të ngjehtë, të shkurtër. Ata djegin karburantin e tyre me shpejtësi të madhe dhe shpërthejnë si supernova brenda disa milion vjetëve, duke shpërdar elementet e rënda që ata kanë krijuar në brendësi tyre, karbonin dhe oksigjeni, hekurin dhe urani, elementet që do të jenë të nevojshme për formimin e planetëve dhe të jetës. Këto supernova pasurohen hapësirën dhe gjenerata e U2 të yjeve, yje si dieli ynë, lindin nga rreth e gazit të pasuruar me këto elemente. Galaktika jon, rruga e gështit, formohet në Mars rreth 2 muaj pas shpërtimit të madh në shkallën tonë të ngjeshur. Ajo fillon si një re e vogël gazi që rrotullohet duke u rritur me kalimin e kohës, ndërsa ajo gëlltit re të tjera, duke formuar një disk rrotullues me një qendër të dendur, ku një vrime zezë supermasive do të rritet me kalimin e kohës. Brenda këtij disku, miliarda yje lindin dhe vdesin, duke krijuar një cikël të vazhdueshëm të lindjes dhe vdekjes, të krijimit dhe shkatërimit. Dieli ynë, një yll i zakonshëm i gjeneratës së tretë, lind në shtator, rreth 9 muaj pas shpërtimit të madh në shkallën tonë të ngjeshur. Ai formohet nga një re gazi dhe pluhuri që është pasuruar me elementet e rënda nga supernovat e mëparshme, dhe rreth formohet një disk i vogël i materialit që do të kolapsohet për të formuar planetet. Toka, planeti ynë, formohet pak më vonë, në fund të shtatorit, një planet shkëmbor me një sipërfaqe të ngjehtë, të shkrirë, të bombarduar vazhdimisht nga asteroide dhe kometa që mbajnë ujë dhe molekula organike. Brenda disa qindra milion vjetëve, toka ftohet, oqeanet formohen dhe jeta e parë shfaqet, mikroorganizma të thjeshtë që jetojnë në ujërat e ngjehtë pranë ventilatorëve hidrotermal në fund të oqeanit. Kjo jetë e parë shfaqet në fund të shtatorit në shkallën tonë të ngjeshur, dhe për miliarda vjet jeta mbetet e thjeshtë, e përbër vetëm nga qeliza të vetme që shumëzohen duke u ndarë në dy. Por me kalimin e kohës, jeta bëhet më komplekse. Qelizat fillojnë të bashkëpunojnë, të formojnë organizma shumë qelizor, të zhvillojnë struktura të specializuara, indet dhe organet që u lejojnë atyre të bëjnë gjëra të reja, të lëvizin, të hanë, të riprodhojnë në mënyrë më efikase. Dinozaurët, krijesat gjigante që dominuan tokën për mbi 150 milion vjet, shfaqen në 26 dhjetor, vetëm 5 ditë para fundit të vitit në shkallën tonë të ngjeshur. Ata sundojnë planetin për disa orë në këtë shkallë,
derisa një asteroid i madh godet tokën në 26 dhjetor, duke shkaktuar një shkatërim masiv që çon në zhdukjen e tyre. Pas kësaj shkatërimi, mamiferet, krijesat e vogla që kishin jetuar në hijen e dinozaurëve, fillojnë të lulëzojnë, të zënë nishet ekologjike që dinozaurët kishin lënë bosh, të evoluojnë në forma të reja, më të mëdha, më të ndryshme. Primatët, grupi që përfshin majmunët dhe njerëzit, shfaqen në fund të dhjetorit dhe njeriu modern, Homo sapiens, shfaqet vetëm në 10 minutat e fundit të 21 dhjetorit, në 23 orë e 50 minuta. E gjithë historia e shkruar, e gjithë civilizimi njerëzor, nga piramida e Egjiptit deri te udhëtimet hapësinore, ndodh në 10 sekondat e fundit të vitit, në 24 orë, 0 minuta dhe 50 sekonda. Kjo ngjeshje e kohës na jep një perspektivë të re për vendin tonë në univers. Për sa të vogël jemi ne në shkallën kozmike, për sa e shkurtër është ekzistenca jonë krahasuar me moshën e universit. Por edhe pse ne jemi të vegjël dhe ekzistenca jonë është e shkurtër, ne kemi arritur të kuptojmë shumë për natyrën e universit, për ligjet që e qeverisin atë, për historinë e tij të gjatë dhe komplekse. Dhe një nga zbulueshmëritë më të çuditshme që ne kemi bërë është se edhe shkencëtarët më të mëdhenj, edhe fizikanët më të shkuar, nuk bien dakord për natyrën e kohës, për atë që ajo është, për atë nëse ajo ekziston në mënyrën që ne mendojmë. Isaac Newton, njëri nga themeluesit e fizikës moderne, besonte se koha ishte absolute, se ajo rrjedhte në mënyrë të njëtrajtshme kudo në univers, avarësisht nga çdo gjë që ndodhte. Sipas Newtonit, koha ishte si një lum i madh që rrjedhte me shpejtësi konstante, duke mbajtur të gjitha ngjarjet në një sekuencë të përcaktuar, dhe kjo rrjedhje nuk ndikohej nga lëvizja e objekteve, nga forca që vepronin mbi to, nga asgjë. Kjo ide e kohës absolute ishte themeli i mekanikës klasike, themeli i ligjeve të lëvizjes që Newton formuloi. Ligje që përshkruanin me saktësi të jashtëzakonshme lëvizjen e planetëve, rënien e objekteve, përplasjen e trupave. Por në fillim të shekullit të 20, Albert Einstein trondit këtë themel, duke propozuar se koha nuk është absolute, se ajo është relative, se ajo varet nga shpejtësia e vëzhguesit dhe nga fusha gravitacionale në të cilën ai ndodhet. Sipas teorisë së relativitetit të kufizuar, që Einstein publikoi në vitin 1905, koha ngadalsohet për objektet që lëvizin me shpejtësi të lartë, dhe dy ngjarje që janë të njëkohshme për një vëzhgues mund të mos jenë të njëkohshme për një vëzhgues tjetër që lëviz me shpejtësi të ndryshme. Kjo ide ishte kaq radikale, kaq e çuditshme, saqë shumë fizikan fillimisht e refuzuan atë, por eksperimentet e shumta që u bën në dekadat të mëvonshme konfirmuan parashikimet e Einstein me saktësi të jashtëzakonshme. Më vonë, në vitin 1960, Einstein publikoi teorinë e relativitetit të përgjithshëm, një teori që zgjeroi idenë e relativitetit për të përfshirë gravitacionin, duke propozuar se gravitacioni nuk është një forcë që vepron në distancë, por një pasojë e përkuljes së hapësirës kohës nga masa dhe energjia. Sipas kësaj teorie, koha ngadalsohet në fusha gravitacionale të forta, dhe kjo parashikim është konfirmuar nga eksperimente të shumta, duke përfshirë matjet e orëve atomike në lartësi të ndryshme, matjet e dritës që kalon pranë diellit, vëzhgimet e orbitave të planetëve dhe ujeve. Por edhe pse relativiteti i Einsteinit na ka dhënë një kuptim të thellë të natyrës së kohës dhe hapësirës, ai nuk na ka dhënë përgjigjen përfundimtare. Disa fizikan, si John Wheeler, një nga pionierët e fizikës së vrimave të zeza dhe të gravitacionit kuantik, kanë propozuar se koha nuk është një tipar fondamental i universit, por një tipar që lind nga informacioni kuantik, nga mënyra se si informacioni është i koduar në gjendjet kuantike të grimcave. Sipas kësaj pikpamjeje, koha është një koncept i nivelit të lartë, një koncept që lind kur ne shikojmë universin në një shkallë të madhe, por që nuk ekziston në nivelin më fundamental, në nivelin e grimcave individuale dhe fushave kuantike. Julian Barbour, një fizikan britanik që ka punuar për dekada në problemin e kohës në gravitacionin kuantik, ka shkuar edhe më larg, duke propozuar se koha nuk ekziston fare, se universi është një strukturë statike 4-dimensionale, ku të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht,
dhe se rrjedhja e kohës që ne përjetojmë është një iluzion, një pasojë e mënyrës se si truri ynë përpunon informacionin. Sipas Barbour, ligjet fundamentale të fizikës nuk përmbajnë kohën. Ato përshkruajnë marrëdhëniet midis konfigurimeve të ndryshme të universit. Dhe rrjedhja e kohës lind vetëm kur ne, si vëzhgues, krahasojmë këto konfigurime, kur ne krijojmë një sekuencë nga to, kur ne ndërtojmë një narrativ që na jep një ndjenjë të drejtimit, një ndjenjë të rrjedhjes. Këto pikpamje të ndryshme për natyrën e kohës nuk janë vetëm debate filozofike, ato janë debate shkencore që kanë pasoja të thella për mënyrën se si ne kuptojmë universin. Në gravitacionin kuantik me Lak, një nga qasjet kryesore për të bashkuar mekanikën kuantike me relativitetin e përgjithshëm, koha nuk është një parametër i jashtëm, por një matësi që lind nga gjendjet kuantike të hapësirës vetë, nga mënyra se si hapësira është e kuantizuar në shkallë të vogël. Në teorinë e kordave, një qasje tjetër për të bashkuar mekanikën kuantike me relativitetin e përgjithshëm, koha është një nga dimensionet e hapësirës kohës, por në disa versione të teorisë, ka dimensione shtesë që janë të fshehura, të mbështjella në shkallë të vogël, dhe koha mund të jetë një tipar që lind nga dinamika e këtyre dimensioneve shtesë. Në kozmologjinë e inflacionit të përjetshëm, një teori që propozon se universi po kalon përmes një faze të zgjerimit eksponencial që nuk ndalet kurrë, koha nuk ka një fillim absolut. Universi ka ekzistuar gjithmonë në një formë ose në një tjetër, dhe shpërtimi i madh që ne vëzhgojmë është vetëm një ngjarje lokale, një fluktuacion në një univers më të madh që vazhdon të zgjerohet përgjithmonë. Në kozmologjinë ciklike, një teori që propozon se universi kalon përmes cikleve të përsëritura të zgjerimit dhe të kurjes, koha nuk ka një fillim ose një fund absolut. Universi ka ekzistuar përgjithmonë, duke kaluar përmes një sekuence të pafundme ciklesh, secila duke filluar me një shpërtim të madh dhe duke përfunduar me një tkurje të madhe, dhe pastaj duke filluar përsëri. Këto teori të ndryshme, këto pikpamje të ndryshme për natyrën e kohës, na tregojnë se edhe në majën e shkencës moderne, edhe në mesin e fizikanëve më të shkuar, nuk ka një konsensus për atë që është koha, për atë nëse ajo ekziston në mënyrën që ne mendojmë, për atë nëse ajo është një tipar fundamental i universit apo një konstrukt i ndërgjegjes son. Dhe kjo mungesë konsensi nuk është një dobësi e shkencës, por një forcë, sepse ajo na tregon se ne jemi ende duke eksploruar, ende duke zbuluar, ende duke kërkuar të kuptojmë natyrën e realitetit në nivelet më të thella. Представление трех научных гипотез. Термодинамическая, квантово-гравитационная, нейробиологическая. Por kjo mungesë e konsensi, kjo diversitet i pikpamjeve shkencore për natyrën e kohës, na çon në një pyetje edhe më thelbësore. Një pyetje që kërkon jo vetëm të kuptojmë çfarë mendojnë shkencëtarët, por të vlerësojmë cilat nga këto shpjegime qëndrojnë më mirë përballë provave eksperimentale, cilat janë më të qëndrueshme ndaj kritikës rigoroze, cilat na ofrojnë një pamje më të plotë të realitetit. Kur ne përballemi me tre shpjegime kryesore për natyrën e kohës dhe për arsyen pse ne nuk mund ta ndalojmë atë, ne duhet të veprojmë si gjyqtar të rrept, duke peshuar çdo argument, duke ekzaminuar çdo provë, duke kërkuar dobësitë në çdo teori. Shpjegimi i parë, ai që vjen nga termodinamika, na thot se koha është një pasojë e rritjes së entropise, se rrjedhja e kohës nga e kaluara drejt së ardhmes është thjesht një pasqyrim i faktit se universi po lëviz nga një gjendje e renditur drejt një gjendje të çrregullt. Sipas këtij shpjegimi, ne nuk mund ta ndalojmë kohën sepse ne nuk mund ta ndalojmë rritjen e entropise, sepse ligji i dytë i termodinamikës është një nga ligjet më fundamentale të natyrës, një ligj që nuk ka asnjë përjashtim të njohur, një ligj që qeveris çdo proces fizik që ndodh në univers. Kur një yll digjet, kur një qelizë ndahet, kur një mendim formohet në trurin tënd, entropia totale e universit rritet, dhe kjo rritje është ajo që krijon ndjenjën tonë të rrjedhjes së kohës, ndjenjën se ne po lvizim nga një moment në momentin tjetër, nga një gjendje në gjendjen tjetër. Ky shpjegim ka një forcë të madhe,
sepse ai lidh kohën me një ligj fizik që ne mund ta testojmë, që ne mund ta matim, që ne mund ta vëzhgojmë në çdo eksperiment që bëjmë. Kur ne shohim një gotë që bie dhe tryet, ne shohim entropinë duke u rritur, sepse copa e thyer ka më shumë mënyra për të qenë e çrregullt se sa gota e tërë kishte për të qenë e renditur. Kur ne shohim një yll që shpërthen në një supernovë, ne shohim entropinë duke u rritur, sepse energjia që ishte e përqendruar në bërthamën e ylit tani është e shpërdar në hapësirë në formën e dritës, të grimcave, të valve të goditur. Kur ne shohim një qenie të gjallë që vdes, ne shohim entropinë duke u rritur, sepse strukturat komplekse që mbanin atë qenie të gjallë tani po shpërbëhen, po kthehen në molekula më të thjeshta, po integrohen në mjedisin përreth. Çdo proces që ne vëzhgojmë, çdo ndryshim që ne matim, çdo ngjarje që ne përjetojmë, është shoqëruar me një rritje të entropisë, dhe kjo korelacioni përsosur midis rritjes së entropisë dhe rrjedhjes së kohës duket se na jep një shpjegim të fuqishëm për natyrën e kohës. Por kur ne shqyrtojmë këtë shpjegim më nga afër, kur ne fillojmë të bëjmë pyetje më të thella, ne zbulojmë se ai ka disa dobësi të rëndësishme, disa çarje në themel që e bëjnë atë më pak të plot se sa duket në shikim të parë. Problemi i parë me shpjegimin termodinamik është se ai nuk na tregon pse universi filloi në një gjendje me entropi të ulët. Nëse entropia gjithmonë rritet, nëse universi po lëviz në një gjendje e renditur drejt një gjendje të çrregullt, atëherë në fillim, në momentin e shpërtimit të madh, universi duhet të ketë qenë në një gjendje me entropi jashtëzakonisht të ulët, një gjendje që është kaq e rrallë, kaq e paimagjinueshme, saqë shansi që ajo të ndodhë thjesht nga rastësia është praktikisht zero. Imagjino një dhomë plot me molekula gazi, të gjitha të përqendruara në një koshe të vogël, duke lënë pjesën tjetër të dhomës plotësisht bosh. Kjo është një gjendje me entropi shumë të ulët, sepse ka shumë pak mënyra për të rregulluar molekulat në këtë mënyrë.